Aktori I mirë duhet të jetë zotri I nderuar në jetë dhe arigjinë sken, kurse ju jeni kundërt. Juve jeni arigjinë jetë dhe qytetar nderuar sken. Dhe ishin 24 fotografi, keni parasysh të figurat egjiptiane kështu? Po. Ato të fotografuara një nga një dhe të vëna në rresht, ishte 1 sekondë një filmi praf. Pra një lëvizje e vogël në çdo. Po, një sekond film. 1 sekond film, po. 24 frame për 1 sekond film. Red carpet, actors live. Photoshooting, po. Këte I lypen për rol, po disa keq lypin për rol, më për një rol. Ua! Unë e marr librin Plazh për aksesor, Po lexoje o të shpëlaftë. Po lexoje ose të pak do dish të flasësh bukur. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri, magjia që bashkon. Kinotekën sot, aty kultura këndon. Ej, miq të Kinotek në Sol, sa më pas ka marrë malli për ju pas kësaj shkëputje disa mujore ku kemi pushuar, ne keni pushuar dhe ju, por tashmë ja ku rikthehemi. Jemi këtu në studion e Kinotek në Sol, së bashku fillimisht me kolegen time të dashur, me Violën, e cila çdo sezon vjen edhe bëhet më e bukur. Ky është kompliment I cili nuk duhet ju bëj xheloz ju të tjerëve. Sa mirë që kam vendosur pudër edhe më mbulohen këto skuqe që më dalin zakonisht në përfaqe kur më bëjnë komplimenta. Përshëndetje edhe nga unë, shumë kënaqësi që në fakt vim prap këtë sezon me energji të reja, me disa kilogram më shumë, me disa muaj më shumë eksperiencë, më të vjetër në moshë dhe më të motivuar se asnjëherë tjetër që të jemi së bashku në një rrugëtim që do të jetë I bukur këtë ju premtojmë. Kjo është pak po e sigurt, do të kemi të ftuar të jashtëzakonshëm, do të mësojmë shumë dhe këtë nuk e them thjesht për hir të një reklame bajade, po e them se unë zakonisht I pyes të ftuarit se nuk I di shumë gjëra vet, kështu që shpresoj që t'ju përmbushim edhe kënaqësinë tuaj dhe kuriozitetin tuaj. Tani si thua Egon, sepse unë mendoj që koha nuk duhet humbur, është e shenjtë, në çdo moment duhet të përfitojmë që t'i marrim pikërisht këto informacione të reja që ti I përmende, edhe të kemi një super bisedë që jam e bindur nga e cilat do të fitojmë shumë me Neritan Liçaj. Neritan, të përshëndesim dhe mirë se na erdhe. Mirë se erdha. Përshëndes dhe unë, faleminderit shumë për ftesën, është një kënaqësi tim. Si të gjen kjo kohë? Kjo vjesht, si të gjen kjo vjesht? Në kuptimin profesional, njerëzor edhe gjithçka tjetër. Po në kuptimin njerëzor me I shplodhur, mirë me fëmijët, me bashorten, një mrekulli, ka si familja. Kur ke takuar dhe ke pasur kohë dhe takosh edhe kushurin që vinë lëvizin tani për imigracionit që I kemi larg. I ruani këto tradita atë? Po patjetër. Se ka shumë familje që I kanë humbur, për shembull. Jo, unë shqyr Zotit jo, edhe pse familja ime ka qenë dhe nga lebër, familje shumë tradicionale në kuptimin e lidhjes së gjakut. Kështu që edhe kjo është një gjë e mirë kur takon kushurin, për cilët merr malli, kur shikon si janë rritur fëmijët etj, kur ndan një bisedë, një drekë, një darkë, çmadhe shkon edhe jo. Pse jo në plazh dhe filluam punët tona profesionale. Me gjëra fjala pushimet ku I kalove, brenda apo jashtë? Jo, një pjesë vajta në Greqi, sepse na rritur nipçet dhe martohen tani. Po të trashëgohen. Është një rrugë e dy punë, shkon edhe për çik plazhe dhe takon njerëzit edhe feston diçka, sepse janë emigrantë, jetojnë andej. Tani nipçeve u tregon ti të rejat edhe kuriozitetet për Greqinë apo ti tregojnë ata ty tani në këtë fazë? Varet. Domthonë për jetën konkrete sigurisht I tregojnë ata sepse ata jetojnë në realitet, pastaj për sa I përket antikitetit. Historisë, atë e kisha. Aty pastaj fillon pasioni im I madh. Por sigurisht ata jetojnë atje, I kanë gjërat. Me qëra fjala te Greqia, se rastisht dolëm te Greqia, po sa mirë që dolëm. Si e shijon Greqinë edhe në kuptimin e atyre gjërave që ne kemi folur, po të historisë, të antikitetit. Si të vjen Greqia? Se ti besoj shkon shpesh atje, duket. Po, vetë shpesh sepse më pëlqen jo vetëm si natyrë, edhe si popull. Janë popull I bukur, mezetar, janë si puna jon. Shumë të ngjashëm, shumë. Dhe ta pyes sinqerisht. Shumë. Domethënë nuk ka asnjë lloj diferencë për përshtim gjuhës.
Edhe si temperament, si temperament, si psikologji, si afeksion, si dashuri. Edhe te kafja e mëngjesit. Po edhe te pisliku. Po ja kemi injektuar pak të kulturën tonë aty, se ka që migrantë kanë në Greqi. Në mos mund ta themi që edhe na e kanë injektuar dhe ja u kemi injektuar, kanë një natyrë të mrekullueshme, është një popull vital, patjetër, këtë nuk mund të mos e themi. Ka një kuzhinë shumë të mirë, janë mikpritës. Dhe kanë edhe historinë edhe lavdinë e tyre të dikurshme. Në fakt grekët e sotëm nuk kanë lidhje me helenët e dikurshëm, por është trashëguar, sido që tjetë, është trashëguar. Përmes historisë, përmes leximit, përmes kultivimit kulturor. Po. Se edhe të mos kesh lidhje me grekët e lashtë, sidoqoftë, duke lexuar Platonin, Sokratin, Aristotelin, diçka të futet. Ata nuk janë të helenëve, ata janë gjithë perëndimit. Sigurisht, patjetër. Sokrati ishi grekëve, Sokrati është helen. Po. Dhe i takon gjithë perëndimit, sikurse Platoni, sikurse Aristoteli, sikurse Soloni, gjithë filozofët e mëdhenj të antikitetit. Nuk është se i takojnë Greqisë. Sigurisht. Ata kanë qenë aty në atë kohë se jetonin si vend banime, por nuk është janë mendje që i përkasin gjithë filozofisë perëndimore të gjithë Europës. Qartë. Dhe janë pa diskutimi gjigant. Kanë mbetur në shekuj dhe gjithë filozofët e fundit, deri dhe te Nietzsche, i madhi Nietzsche, tek ata bazohet. Domethënë, përpunimi mendimeve të tyre të atyre janë, komplet në arte, në shkenca, në politikë, në drejtën e shejtën të gjitha. Është sjella pak më aktuale për kohën. Po, si punë e update-imit. Unë kam një fusin filozofitë e tyre, dhe ata dhe Nietzsche. Kam një pyetje. Po. Tani pyetje kam se të përgjigjet i kanë Eritani, si kam unë. Me që jemi këtu te historia, me qënë se grekët e sotëm thua ti nuk janë ata që kanë qenë helenë e dikurshëm nga pikpamja gjenetike apo historike. Dhe gjua, nuk është. Greqishtja e sotme s'ka të bëjë me helenishtën, fare. Qartë. Po ne shqiptarët jemi i lirët e dikurshëm? Unë mendoj se po. Pse? Nuk e them këtë për patriotizmin, se ka ca që thon nacionalistë, para njëri idiotër, ta dini fare mirë që fjala nacionalist është fjalë nderi. Po. Sepse vjen nga fjala nacione. Dhe po ta shqipërosh do të thotë kombëtarist. Kombëtarist. S'ka asgjë të keq që ti je kombëtarist, përkundrazi. Pra ne hiqini këto termat. Prandaj ne ti themi faleminderit që e përdorin në Eritanse. Se i përdorin pa e ditur çfarë kuptimi ka. Them se po, e di pse, sepse po të marrësh gjuhën dhe profesioni im është i mbështetur fort me gjuhën. Po të marrësh gjuhën bazike shqiptare, shqipe, të pa infektuar nga huazimet, latinizmat, turqizmat e tjerë. Gjuha bazike shqiptare është në rrokje. Quhet gjuhë anamatopeike në kuptimin studimor dhe janë fjalë të bëra nga 2 dhe nga 3 gërma. Bab, nën, çun, goc, det, pyll, yll, pem, lum, thik. Du. Gjermanët kanë një fjalë ishlibedish, që është një fjalë e mirëfillt, po e të dua, e përpunuar. Ne kemi du, si majmuni, pra është gjuhë shumë primitive, shumë e bukur. Ne themi lum, si bën uji kur gurgullon në përrua. Lum. Si bën thika kur pret. Italianët kanë coltello, për shembull. Bazohet te këto tingujt e natyrës. Pra, sepse njeriu kur ka filluar të zhvillohet, nuk ka formuar fjalë, fillimisht ka formuar tinguj, rrokje. Nuk ka formuar fjalë të mirëfillta. Është gjuha më e vjetër ashtu sikurse në fakt është diskutuar. Shumë studiues serioz e thon. Dhe unë besoj sepse nuk është se vetëm shoh dhe dëgjoj ata. E shoh vet. Kur i bën ndoshta një analizë gjithë këtyre, po. Në fjalës, po ta them cop, thik. Knife i thon anglosaksonët, coltello i thon italianët, ne i themi sk. Zhurma që bën kur prek. Sk. Pra gjua shkon pranë tingullit. Stella i thon italianët. Star i thon, ne i themi yll, njeriu primitiv shifte atë lart dhe apo gjë që ndriçonte aty sipër, që nuk e kuptonte dot ç'ishte. Se ishte i primitiv dhe normal ç'është ajo yll. Jo, në fakt, unë e di ku e kisha. Kjo është amëndësimi që bëj unë, po ka shumë gjasa që ti jetë kështu.
E di ku e kisha unë, kjo patjetër mund të jetë vërtet edhe është një shpjegim i bukur. Po e kisha më shumë edhe tek sjellja jonë shoqërore dhe politike që duket se ka ngelur te ilirët dhe ky është treguesi tani kjo është një çik spekullim, unë e kuptoj. Është treguesi më autentik i faktit që ne vijojmë të jemi i lirë. Pra sa mirë se vërtetohet që jemi pasardhës së tyre, po sa keq nga ana tjetër se do duhet ishim përmirësuar pak. Pra jemi po aq të përçar, po aq temperamente të vështira. Po pse më fal perëndimi këta modernët perëndimor nuk janë përçar, cop janë. Shifi si ke vendet e NATO-s, përçar janë komplet. Anglia s'merret vesh me Francën, Franca i imponohet, Amerika i imponohet të dyja, polakët dalin andaj do sulmojnë Rusinë, unë njëri kodra mas bregut, mo. Okej. Po vuri re se janë fakte historike. Nuk po i shpik njeri tani. Është e përçarë NATO-ja tani ose s'e përçarë askush. E përçarësh. Ky është fakt historik. E përçarësh, po. Trumpi spyt për vendet perëndimore, për Europën perëndimore. Madje i trajton gati me një vasalitet që është për të diskutuar kjo. Sepse në fund fare Franca, Anglia etj janë kultura të vjetra, kultura shumë të mëdha. Ti nuk mund të lush arrogantë se fuqi e madhe. S'ke të drejta bësh, se në fund fare një bastard i Europës je Shtetet Bashkuara. Edhe flamurin e kanë si flamuri i Marinës Britanike. I Marinës Mbretërore Britanike. Ashtu e kanë flamurin. Qartë. Ashtu e kanë. Pra, ti thua jeni të përçarë ju shqiptarë, ti ke gjithë perëndimin të përçartën. Është fakt. Nuk merren vesh dy vende njëra me tjetrën. Njëri goshës tjetri patkojit. Ne kemi aleat, sigurisht ne jemi perëndimor. Absolutisht, unë jam krenar që jam perëndimor, nuk jam lindor. Jo se kam në gjë me lindjen, se ata janë kultura të bukura, janë bukur janë. Por unë jam perëndimor, jam krenar që jam perëndimor. Po kshu e ke perëndimin, ti më fal po. Po funksionon. Ashtu është. Europën e ka në krizë politike. Ajo që thot Sergej Lavrovi, perëndimi kolektiv thot. Perëndimi kolektiv thot. Po që s'është kolektiv në fakt. Në fakt, ai përmend, themun tani, se unë jam as nuk jam në kokën e Lavrovit. Po ai përmend si kjo vatha juaj. Po, qartë. Ju aty bashkë. Ju aty bashkë. Aty të gjithë garumbull me njëri tjetrin. Aty bashkë, po s'ka bërë asnjëherë gaf Lavrovit i thot Bidenit kriminal lufte. Që mos harro se Bideni në 8 vite nën presidencë janë bombarduar 7 vende nga presidenca e Obamës. Dhe kanë humbur vetëm 1 milion pafajshëm në ato vende që janë bombarduar nga SBA-ja. S'ka thënë Lavrovi për Obamën ose për Trumpin kriminal lufte. Kurse Bideni që binde nga shkallti thoshte Putinit kriminal lufte. A kupton se bën edhe qesharak. Qartë. Po pak na ka bërë të qeshim Bideni me gjatë. Po na bën këtë tjetër tani. Jo. Po na bëjnë të qeshim, çfarë është ky? Eksakt. Por ç'është kjo mungesë serioziteti? Sepse si bëhen gjithë komik. Për mendimin tim se volim politikë dhe mbase nuk do ta mbyllim këtu. Jo, çështja është që ai është post shumë serioz. Posti më serioz. Janë njerëzit më të fuqishëm politik në botë. Posti më serioz. Ke në dorë fatet e gjithë planetit. Edhe gjithë bota i ndjek me interes çdo zhvillim që vjen nga Amerika. Një dekret që lëshon e bardh ndikon në jetën e miliona njerëzve. Patjetër, duke përfshirë edhe tonën këtu. Edhe të çdo cepit botës. Por unë dua të them vetëm një gjë. Që perëndimi nuk ka më lidera. Ti nuk ke më Jacques Chirac. Ti nuk ke më Helmut Kohl. Ti nuk ke më Bettino Craxi. Imagjinon ti Jacques Chiracun ti binte me shpullën gruaja. A kuptote? Ti nuk ke më Mitterrand, nuk ke më politikan, nuk ke më Mitterrand. Nuk ke më keca hibride të prodhuara nga laboratore mediatike. Që i bëhen qesharak. Domethënë ke një Meloni atje që ti turpi dheut. Ke këtë tjetrin në rref gruaja në avion, burr, çaj ka. I tjetër thot jo se kishin bërë me kështu, kishin hapur proces gjyqësor. Po më është punë tjetër ajo, ai është punë tjetër. Jo, vetëm për kështu që grua është. Grua mirë patjetër. Edhe un po për qesh një çik pat keq, domethënë po bën çik gallat pat keq. Po domethënë ti ç'lider jetë që drejtë e mori. Edhe flet për Putinin, Putini është presidencial, bam në zyrë atje edhe ec. Nuk rrit të bëj karagjozdi që lart e poshtë janë më tepër i shef në televizor këta se sa showmenët. Po. Janë kthyer në produkte më tepër mediatike sa në politikë reale. Në politikë reale është Europa perëndimore në krizë. Qartë. Dhe mua kjo më dhëm se unë jam perëndimor. Kur shtetet e mëdha europiane, fuqitë e mëdha europiane, shtetet e konsoliduara me demokraci, po çajlojnë keq në demokraci. Po ne që jemi demokraciere. Ne pastaj s'po futemi fare. Mirë ose do futemi po. Ashtu. Pra, mua më vjen keq për këtë.
sepse miku gjithë jeta 21 vjet me Enverin Kusuri me këtë tallavi të madhe që quhet tranzicion, sepse s'kam unë jetë, nuk kam 10 hajt më. Po tash po shohim që për ditë më tepër demokracitë në Europë po dëmtojnë. Kjo është edhe një rrëzim edhe një vrasje iluzionesh, sepse kemi ndëruar perëndimin si model. Dhe jo vetëm që nuk është më model, po bëhet si ne çdo ditë. Po për ditë po. Çdo ditë më shumë po bëhet si ne. Themi ne shqiptarë, ta bëjmë shef çudirat e amerikanëve që ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Evropa, apo ta bëjmë Evropën si Shqipëria? Kerenat në Amerikë që thotë çfarë shqiptari është lule. Ke parasysh to Keren i thon atyre debileve, siç themi ne për bjondet, më vjen keq bjonde s'kam asnjë gjë me ju, po përdoret në gjuhën popullore. Ke parasysh bjonde, ke Kerenat në Amerikë, ua, thotë këto gocat tona janë lule më. Gocat tona janë aq të mira. Lule më krahasim ato. Nuk e kuptoj pse i parajgjojnë. Jo debile dhe biba, po të vësh durr në kokë se si mund të jetë një vajzë 22 vjeçare ashtu. Lule më gocat tona më lule. Pra tash ky perëndimi që unë kam pasur që rrezikonim kokën kohën e dëgjonim BBC-n edhe Voice of America. Çfarë zgënjimi? Tash zgënjimi. Tani vjen ambasadori atë flet si Ramiz Alia. Ka ndryshuar perëndimin Eritan apo thjesht jemi ne më të hapur ndaj? Jo, ka ndryshuar perëndimi. Okej. Ka ndryshuar perëndimi. Absolutisht po. Kot u lodhëm ne të shkojmë perëndim, se po vjen perëndimi të. Ore, shiko, aty janë mekanizma shumë të mëdha, të cilët do ndryshojnë shumë shpejt. Ata e kanë këtë gjë të madhe, kanë popull të përgjegjshëm, të cilët vjen një moment dhe thonë stop. Ja wokizmave, këtyre leftizmave u vun fred direkt, bam i thanë hajt bollmo, se na lodhët. Nuk është problemi se ata do e mbledhin veten, po hajt ta mbledhim ne se ne na merren mend 100 vjet në shqiptarëve. Po arti si ka ndryshuar në perëndim? Qëse bën një krahasim me kohë. Patën data ka psuronje, po është kjo që thash, ata kanë kuptuar më njëherë se çfarë dëmi është wokizmi. Për shembull, filloi Hollywoodi ishte shumë rënd. Domethënë ty nuk provoi asnjë projekt filmi pa pasur transgenderin, gayin. Pra filloi gjithë përfshirje. Jo, nuk është gjithë përfshirje, është imponim. Okej. Se do të trajtosh datë tjem, patjetër. Po. Do të trajtosh, është një problem që ka të bëjë me jetën. Sigurisht. Por jo ti imponosh. Filmat në këtë skenar do financohet, se ky është imponim. Pra ti financoj dhe ata filma, po financoj dhe filmat e tjerë. Pra jepi hapësirë çdo lloj tematike. Festivalet më të mëdha të filmit në botë, që ka qenë Berlinalia, që ka qenë Kana edhe Venecia, nuk kanë më atë shkëlqimin që kanë pasur atëherë. Sepse tani çmimet ndahen bën politik, domethënë në kuptim si funksionon skema, thash. Skema tani shiko si funksionon. 1 2 3 kush vjen e para? Dyta e treta, po. Dihet që tani problemi i madh në Europë është emigracioni. Po. Migracioni është problemi i madh. Po. Se mas hapjes kufive tani është vërtet problem, është bërë kaos këtë muhabet. Dhe Venecia vendos që do marrin çmime. Bienalja. Po. Dhe vendos Festivali Venecias, politika jonë është që t'japim çmim filmave për emigracionin, që këtu ti e ke imponuar. Dhe merr producenti, dhe merr regjisorin, dhe merr prodhim, dhe bën një film që të marrë çmim, që të sigurojë të ardhura më tepër nesër. Pra ky është imponim në art. Sepse ti e di cila është tema për të cilën mund të fitosh një çmim dhe fiton dhe të ardhur. Dhe ç'a kuptimi ka që ti të përpiqesh të bësh art në këtë moment? Pra, nuk është art, është art me porosi. Ky është një lloj wokizmi. Kur ti e di kush do fitoj, ç'a kuptimi ka që ti të sprovosh? Po ç'a kuptimi ka? Pra po them, ai ta heq ty krijimtarinë e lirë. Ai ta kushtozon krijimtarinë. Thotë që të marrësh çmim, që të marrësh financime, ti do bësh një film kështu. Dhe ti do punosh për të jetuar, do prodhosh një film si ai. Po ai nuk është krijimtari e Mirfield, është krijimtari sepse arti nuk është as gazet, nuk është as aktivizëm. Arti nuk është fletrufe. Aty pasaj ti hyn tek aktivizmi. Aktivizmin bëhen në forume, bëhen në sheshe, është gjithë e drejta jote, feminizmi në art, ping-pong lëku në art, kish dal djathtë e istinjishi në art, jo, këto vrasin artin. Sepse nuk e lën kreativitetit hapësirën. Sepse ti i kthen në gazet. Arti nuk është gazet. Arti është politike Mirfield. Sepse Neritan, kam përshtypjen që arti ka element të cilët jo thjesht gërvishin, po godasin shumë fort ndjeshmërinë njerëzore dhe mund t'i quhen ofendues. Shiko. Po në fund të fundit ky është misioni i artit, që të prek ndjeshmërinë. Të bëj një pyetje.
Pse të gjithë diktatorët vdesin për kineman? Sepse mund të përjetësojnë pushtetin e tyre. Vdiste për kineman Salini. Hitleri, Enveri, se përjetësohen aty. Putini, Po. Maro për kineman. Po. Jo, se ka për atë. Se kanë për atë për përjetësimin e Sepse pushtetit e tyre. kupton që është një armë fort ideologjike, mund të shplajmë tru. E vërtet. Shplan trurin, Okay. faktikisht i shif kineman amerikane. 70%, pastaj këtu qëndron gjenia e tyre si shëba. 70% e filmit është make money. Po. Dhe ty të del gjithmonë amerikan si sekretari i partisë në kohën e Po. Enverit. On amerikani i mirë që shpëton botën në sekondën e fundit. Është propaganda amerikane. Vetëm ai mund ta bëj. Kinezi nuk e bën dot, amerikani e bën. Se ka aftësinë kinezi, po. Pra, make money, ai është ideologji në një lloj mënyre. Por ama amerikanë kanë dhënë 30% të filmit tyre që i bjaq fort Amerikës. Pra e kanë këtë të mirë. Dhe është ndëshkues ndaj atij Është ndaj atij fenomeni. Pra e kanë antagonizmin brenda dhe kjo e bën kinema të madhe amerikanën. Se kanë këtë anën ideologjike, ku del Rambo dhe shfarros një ushtri të tërë, jo sikur vajtën në Vietnam amerikanët dolën me bishnë shaj, ashtu. Nuk i shfarrosi Rambo vietnamezët, se shfarrosën vietnamezët. 200.000 ushtar amerikanë të vrarë në Vietnam, nuk janë pak. 200.000. Pra, Jo, janë shumë, absolutisht. Jo, zakonisht shumë. Dhe por ama kanë këtë tjetrën që edhe Apocalypse Now që e bën politikën amerikane të coptë, millësh të Me Nicopoulos. Nicopoulos, ku luan edhe Marlon Brando. Ka fituar edhe Oscarin e dytë. Një super film, po. Po ai godet keq Amerikën ai. Godet shumë keq, është një kritikë e madhe ndaj sistemit ushtarak amerikan. 3 orë film. 3 orë film. Pra Amerika e ka këtë komoditet. Dhe ati japin Oscarin, ja japin ka marrë 7 Oscar ai film. Po. Edhe japin akademikët amerikan, 1500, se Oscari është nuk është me juri, është me votim. Janë 1500 akademikë të artit, të mediave, të fushave sociale që votojnë. Dhe vetë intelektualet i japin atij që godet, i japin Oscaret atij që godet politikat e gabuara, sepse çdo shtet ka politikat e gabuara. Edhe demokracia më e madhe ka politikat e gabuara. Patjetër. More Neritan. Se dal nga dal po fudhemi aty tek thelbi i artit skenik dhe kinematografik. Po më që jemi tek filmi. Po të gjitha artet, jo vetëm këto. Po me që jemi tek filmi këtu në Shqipëri. Kur po flisnim, para se të nisnim, ta thash që janë ca filma tani që diku në mes të filmit del aty logoja e një supermarketi të Sallamerisë edhe të Djathit, të firmës së Djathit edhe të Kosit. Ora, unë abitem se vjen një kompani ping-pongu, keni shes ping-pong këtu se gjithë filmat shqiptarë janë me ping-pong. Si, domethënë se filmi ka nevojë për financim dhe kjo është një problem serioz. Gjithë aktorët, gjithë regjisorët e thonë këtë që problemi i financimit është problem themelor i kinematografisë shqiptare tani. Dhe një formulë se si është gjetur të zgjidhet është kjo. Pra Djathi, Sallami, Kosi. Të dalin edhe femra TikTok-u që s'kan lidhje me aktrimin edhe marrin rol mo. Se u mbushet mendja një ditë të bëhen edhe aktorë dhe paguan paguan sponsori që të luajë shoqja e vet në film, a kupton dhe s'ka lidhje me film. Ajo vjen me një sponsor, po themi. Po, vjen me një sponsor. Sponsor ta quajmë. Po hajt po e quajmë sponsor. Mund ta quajmë. Duke shpresuar që s'po ofendojmë asgjë. Jo fare, sponsor është. Mund ta quajmë edhe Ska sponsor aktorët ka. Mund ta quajmë edhe investitor, për shembull. Investitor strategjik. Pa më s'po e quajmë strategjik. Po mos i marrin sponsor, po e quajmë investitor hashashik. Okej. Pse ka? Nëse çrën si ka, se bëjmë gallatën. Mos ta merr për test bëjmë një çikumor. Tani vjen dhe e fut. Problemi është financimi. Do të thënë problemi është financimi. Dalojmë fillimisht tek këto sallameritë dhe këto që përmend Diegon dhe pastaj ta trajtojmë si fenomen në vetë edhe këtë. Sepse e merr si sponsor dhe unë nuk i vë faj krijuesit shkret. Se s'ka lek, mo nuk t'japin lek të bësh një film tamam. Regjizori e gjithë hallkat e filmit. Fondet, më fal Viola, i e bër shumë e mirë me sezonin e ri, kështu që do ma falësh edhe nëse të ndërpres, a kupton? Jo, fare. Më fal, ideja është thjesht që po të marrësh vesh se çfarë shumash kërkojnë producentët për të bërë një film dhe ti krahasosh me vendet e rajonit, është vërtet shumë qesharake që kërkojnë këtu në Shqipëri. Shiko, ne nuk kemi e para njëherë ne nuk kemi producent. Domethënë këta pagatorët janë pagatorë. I bëjnë qefin vetes duke i thënë vetes producent.
Se ai merr parat publike dhe bën film nuk do të thotë se është producent, se producent është publiku, janë taksat. Ti je thjesht pagator, po për ti bën çik qefin vetes unë jam producent, jo nuk je producent. Producent është ai që merr lekët e veta. A di si funksionon Hollywoodi tani? Nuk janë më kompanitë e mëdha të filmit, Warner Bros, 20th Century Fox e tjetër, United Artists e tjerë. Jo, janë bankat. Po. Ti shkon, më shkon kosa e filmit kaq dhe do t'ja përqindjen kur të mbaroj nga fitimi. Merr borxh. Merr borxh. Pra, Kredi. Ai luan me lekun e vet. Ai është producent që luan me lekun e vet. Edhe jo të morësh lekun e tjetrit tash ti edhe të thosh, morësh lekun e sponsorit, edhe thosh shikoj se tash se unë jam producenti, më se të vjen sponsorit atë ke lekë, se unë producent, unë të kam dhënë lekët. Pra, domethënë është një industri komplet e pa formuar, e pa formalizuar, që ka një ligj që e bën të funksionojë dhe mu për këtë më vjen shumë mirë se njerëzit duan të punojnë, por ka shumë gjëra për të rregulluar. Fut edhe logjikën shqiptare të klanizimit, të bunkerizimit, aty bën 2-3 duar që prodhojnë ata dhe marrin gjithmonë financime dhe kur nuk nxjerrin produkte, kanë vite pa nxjerr produkte të mira profesionale, marrin ata dhe u mbyllet dera të rinjve. Ose u mbyllet dera atyre që mund të jenë të talentuar. Sepse dëgjojmë këta kingat e rinj që thonë se ka fajin sistemi. Jo, nuk e ka fajin sistemi. Se dhe sistemi i keq po drejtohet nga njerëz mirë bëhet shumë i mirë. Jemi dakord? Këtë e tregon fare mirë Republika në Romën e afërt ose perandoria në Romën e afërt, imperatori. Kishte perandor kasap, po i njëjti sistemi ishte, ki edhe perandor Optimus siç ishte Trajani. Kishte edhe Caligulin që kishte edhe Caligulin, kishte edhe Neronin, kishte edhe, a kupton? Abuzimin po. Pra, i njëjti sistemi ishte, po ishte njëri i mirë që drejtonte, ishte njëri i keq. Pra nuk kanë faj sistemet, është se si aplikojnë këta njerëzit të sistem. Dhe momentin kur ke shumë mediokritet, normal që sistemi do prishet për të mbajtur mediokrit të mbjetuar dhe do i mbyllet dera të aftit ose talentuarit ose atit që të paktën premton. E keni para Amadeusin, filmin e madh, Miloš Forman, gigant film, s'ka të bëj me muzikën ai film. Ai ka të bëj se si mediokriteti Salieri vret gjenin. Vrau zërin e Zotit, Mozartin. Ky është thelbi i filmit, muzika është preteksti. Dhe figurat janë preteksti. Por thelbi i filmit është se si mediokriteti, që do thot mesatarja, ajo masagri, vret taftin. Kjo gjë ndodh këtu. Dhe për sa të jetë kjo mendësi e njerëzve mediokër që kapin diçka dhe duan ta mbajnë me çdo kusht deri në vdekje. Dhe ti mbyllin derën tjerëve, këto filma do kesh. Por këto nuk prodhohen më filma që i flasin realitetit shqiptar. Këtu përpiqen të imitojnë amerikanët dhe janë shumë idiotë sepse e bën Amerika atë nuk e bën dot. E bën shumë mirë Amerika ti se bën dot vlla. Ne dukemi kështu si kopje të shëmtuar. Kopje shëmtuar do të fal si do mendosh ti për mua nëse unë do dal të luaj një rol ku imitoj Pacino, do të shikoj nëse ke rreshti. A është konteksti këtu për të imituar për shembull gangot hispanik, latin në jugun e Amerikës për shembull? Ne s'kem, shiko, po më që po flasim për artin, ke edhe këta reperat tanë. Këta janë repera fake. Prandaj në qesharak. Kurse reperat amerikanë kanë qenë vërtet gangster, kanë qenë vërtet në përburgje. Jetonin në geto. Dhe prandaj jetonin në geto, kishin jeta të vështirë. Prandaj kanë qenë aq charmant dhe aq është sepse ata tregonin filozofinë e një jete të rëndë. Kur i këndon Tupaku nënës vet, absolutisht bëhet mishi të ngjethet mishi. Bravo. Po të gjithë me radhë. Ti e kupton që ai nuk po shtiret aty. Nuk po shtiret ai shpirti atit. Dhe shumë i sinqert dhe të mahnit. Të mahnit. Ose Eminemi. Është filozof Eminemi në mënyrën e vet. Filozof, tregon mendsinë e një djalit të vuajtur të shtresave më të dënuara dhe të dëmtuara të shoqërisë amerikane. Dhe është i sinqert se e ka vuajtur në lëkurë ai. Është i vërtetë, e di atë që po tregon. Po, kurse këtu të deli çun mami dhe të bën gangsterin. Ec. Ti çun mami. Ke një tekst këngë që të terrorizon Eritan? Jo, më sepse Ka rastisur e ke dëgjuar kështu. Jo. Se ne kemi edhe kulturë që kur pim kafen tek lokali lagjes mëngjes, në vend xhema të muzikën kështu klasike të qetë për të hapur syt. Fillon ajo bam bam. Më mirë me beat që në mëngjes. Po, më mirë se me një bas që të shkul daullën e veshit që në pikë mëngjesi. Jemi me fat në një ditë të vini Slayer atë mëngjes se Sepultura me Megadeth.
Oh, po kjo do ishte mirë. Po ku ta gjeje këtë? Po jo për mëngjes. Mirë, okay. Tash mëngjes me dark me black metal, me kavalerën aty thoi, o lale, prit. Tash mëngjes me Dave Mustaine. Jo, prit, janë të dhej, nuk bashkë, po jo mëngjes. Ama interesante. Me sa duket që ti zgjojnë tamam në Po jo. More Dhe Nerita. ka dal lafi indian. Shiko, Tha lan Trebiska indieri kur vajtëm në Delhi edhe në Shamraj. Po prandaj tha u thon këtyre indian tha. temat e kinemas shqiptare pas sistemit kaluar, pas rënies së socializmit, një retrospektive socializmit e asaj çfarë ndodhi, po e trajtuar në disa këndvështrime më të ndryshme, emigrimi, patjetër, droga dhe grupet kriminale. Të lutem, më kujto ndonjë tematik tjetër që ja vlen ta përmendim. Dhe kjo është pyetje shumë e sinqertë. Shoqëria shqiptare a ka nevojë të eksplorojë në kinematografi dhe tema të tjera me pesh? O kemi ne nevojë dhe o kemi ne material. Cilat janë këto? O kemi ne, nuk mund të ti numëroj dot. O kemi ne mundësi për të eksploruar. O nuk ka. Se kemi ngel tek ato 3-4 tema ngul shkul ato mor burr. Shiko, vetëm te rrugica e pallatit tim po të kalosh. Ke një 30 drama njerëzore të mrekullueshme. Po janë kapur nga ato sepse shpesh herë kapen me këtë egzotizmin, po marrin burneshat. Sepse është egzotike dhe do të çuditë. Ama nuk e di sa vite janë bërë këto filmat me burnesha. Kjo është edhe një vetë racizëm, që ta shikosh veten sikur po shef në një popull egzotik, kupton? Është skandal më. Marim gjakmarrjen. Unë jam shqiptar, le rrit edhe se njoh gjakmarrjen si duhet. Vjen një huaj aty. Po kam lexuar për gjakmarrjen. Jo mo. Ke lexuar për gjakmarrjen? Gjakmarrja është Hamleti, moti është që nga antikiteti. Që nga Oresti. Që vrau tëmbën. Si ke lexuar për gjakmarrjen? Është po më vrave do të vras. Më vrave babën do të vras. Kok për kok, po. Kok për kok. Po. Si ke lexuar për gjakmarrjen? Ku? Pse më me të lexuar me bëhet? Pra e shef për egzotike dhe sigurisht që nuk e njeh. Dhe të kthehet në neveri. Pse? Sepse të prekësh një temë epike që vjen nga mira vjet për egzotizëm, më fal, po ti që ke karagjos, që ke sharlatan. Apo jo. Se nuk mund të flasësh për një dramë të madhe që shoqëron njeriun si qenie njerëzore prej mira vjetësh, sepse tash i fuson një këtu që hypën te kali atje se delte fusha me bar dhe lahet në lum. Nuk është artë ky. Ky është abuzivizëm. Dhe prandaj ty të neveritet. Po a ka tema ti the vetëm te rrugica e aty ku bën? Jo, ka drama njerëzore. O ka material, po këta ecin me këtë. Ç'a do i pëlqej botës? Jo më dha, jo, shif kineman iraniane. E jashtëzakonshme, shumë e bukur. Shif ndarjen, e keni parë, mori Oscar në 2010-ën. Një film fare i thjesht, ishte realiteti i një familje iraniane, një grua që donte të ikte nga Irani se si pëlqente më jeta në vendin e vet. Që i thoshte burrit aty, burri i shkreti thoshte nuk i ndot se kanë babain me Alzheimer, me 4 personazhe, mo film të trondit mo. Po nuk bën egzotizëm aty, nuk fut jo më tregon një cop jetët e Iranit, me gjithë ironin brenda. Se fshikullon që shoqëria iraniane regjizori. Siç bën një artist i mirë. Një artist i mirë që është kritik ndaj gjërave që mendon se nuk shkon drejt. Filmi thjesht i flet vendit vet. Këta përpiqen të flasin botës. Po folim o njërë. Nuk ka asnjë film që ti ketë folur botës përpara se ti ketë folur realitetit vet. Po i foli qytetari shqiptar, filmi ka sukses. Po përpiqet ti flasësh botës, ndërkohë që shqiptari thotë çoma ky film, ti ke bërë një vrim të madh në uni dhe treguar sharlatan profesional. Arti nuk është llogari. Arti është ndjesi. Arti lind nga nevoja për të thënë gjërat e tua të vërteta. Në momentin që ti bën llogari dhe thua, shiko, se po marr këtë roman në Kadares, po marr dhe një aktor që ka luajtur te Gladiatori, po mor dhe lek ky aktori që është i vetmi aktor në botë që pagu lek me mor rolin, ndërkohë që gjithë aktorët paguhen me mor rolin. Normale që do nxjerrësh një palaçollëk atje. Qartë. Ti s'ke bërë më film. Ti ke bërë një produksion të gabuar. Të bëj një s'do ketë rezatime, s'do ketë rezonim, falë. Të bëj një pyetje kështu drejt për drejt me që jemi këtu. Arti dhe sporti janë 2 nga disiplinat më të paguara në botë, se këtu muhabet tjetër. Po në botë, po flasim ndërkombëtarisht.
pse të mos I futem artit ose sportit unë për të bërë I pasur ose I famshëm. Pse jo? Sepse Domethënë, hiq këtë që unë tash jam në një moshë që se bëj më dot se kjo niset herët. Presupozojmë sikur të ishte edhe. Ta nis herët. Po. Pra ta nis në atë moshë niset që të bëhet I famshëm dhe I pasur. Patjetër. Ta nis 15 vjeç. Rich and famous. Rich and famous, po. Kryevever fare. Ishte një intervistë njëri prej divave të Hollywood. The King of Comedy, po. E pyeti intervistuesi e tha cili është master plani jot. Ai ishte 70 ca vjeç të bëhem rich and famous, dhe plas gaz, ai ishte edhe rich and famous. Tallet me pikërisht me këtë lloj mendësie të artistëve të rinj, që nuk dalin me bë art, por dalin me u bë I pasur dhe I famshëm. Ai ironizonte artistë të rinj. Dhe pastaj që futen artin me mendimin për të bërë jap. Se të bësh aktor ti po duhet bëmi pasur, Hollywoodi. Dhe pastaj që ti nuk bësh kurrë. Ti shef kalojnë nga teatri te filmi, nga filmi te kënga, nga kënga tek ku diun te piktura, nuk e di nëse kalojnë domethënë se. Konfuzion. Se di domethënë. Ore po të them. Po don ku thua ore po. Kë artist që botoj libra I si lexon njëri, bëjnë ekspozita e pikturës. Si shef njëri bëjnë. Ore të bëjnë këto mirë po. Sepse asnjëherë nuk është kuptuar ose më saktë një pjesë e madhe nuk kanë të kuptuar që arti është shpreha më e sinqertë e njerëzit. Arti ka lindur nga nevoja e njerëzit për të thënë të vërtetat e veta. Arti ka lindur përpara politikës, arti ka lindur përpara qytetërimit, arti ka lindur përpara civilizimit, arti ka qytetëruar dhe civilizuar botën. Të pa filluar të ndërtohen sistemet politike, kur njeriu ishte në shpellë, pra ishte në primitivitet, s'kishte filluar të fliste mirë akoma, pikturonte në faqet e shkëmbimeve. Bënte rituale rreth zjarrit, rituale lindje, rituale gjojtie, rituale mbjellje nga I cili erdhi teatri më vonë. Kërcente rreth zjarrit, shprehte ndjenjat e tij, këndonte, lshonte tinguj. Pra shprehte ndjesitë e veta ndaj asaj çka e rrethonte. Pra nevoja e arteve ka lindur nga nevoja e njeriut për të thënë të vërtetat e veta. Dhe ato I kanë paraprir gjithmonë mendimit njerëzor, I kanë paraprir sistemeve politike, I kanë paraprir sistemeve filozofike etj. Dhe për këtë flasin filozofët më të mëdhej perëndimor, nga Sokrati, Platoni, Aristoteli, po të doni I trajtojmë deri te Nietzsche, jo vetëm, deri te Marxi, deri dhe I shtrëmbri Marx ka folur për artin. Patjetër, mund t'i trajtojmë shkurtimisht. Nëse doni. Shkurtimisht. Pse jo? Po ato janë referencat më të mëdha që ne kemi, si mos I trajtojmë ato, patjetër. Po trajtuam ato çfarë trajtojmë. Pastaj kjo e bën edhe pak më thjesht për rininë për ata që pretendojnë të bëhen artistë që mos ecin me idenë rich and famous. Thoshte po unise për të bërë rich and famous, vetëm art nuk do prodhosh. Thoshte Aristoteli. Do shtrëmbërohesh për të arritur qëllimin tënd. Do bësh nganjëherë dhe fake. Do bësh dhe diva e divi që është poshtë divonit aty të ulpi Lalierit a Lalierin burg. A kuptoti? Do të pyes për Lalierin po vonë. Po jo se po e politizoj, po do të bësh do div duke ulpir. Do të div bësh duke prodhuar. Se do dalim te teatri, prandaj do të pyes. Po dëgjoj. Thoshte Aristoteli 2500 vjet më parë, si janë bërë këta të rinjtë sotëm, nuk I dëgjojnë fare prindërit. Për të thënë që problemet janë njësoj si atëherë. Po patjetër. Njeriu mbetet njeri, shikoj. Prandaj mos toni shumë I vjetër ky Aristoteli, ky Platoni 2500 vjet më parë. Jo, janë aktual, po. Absolutisht. Shiko, sa do të zhvillohet teknologjia, njeriu mbetet po njeri. Ndjenjen, urrëtitjen, frikën, dashurinë janë po të njëjtat e njeriu. Nuk ndryshojnë dot ato. Ato nuk inxhinierohen. Siç përpiqen të inxhinierojnë njeriu I ri kinez Leifeni, njeriu I ri modern me mendje të hapur, edhe me shalë të hapura ndonjëherë. Nuk inxhinierohen dot ata, prandaj këta duan të inxhinierojnë artin, që të inxhinierojnë shpirtin e njeriu, ndjenjat, emocionet e tij. S'kan për të dalë dot kurse ai lind me njeriu. Po dëgjoj një debat për një ditë, 2 që me vdek gazet apo. Mama tash ja kuptoti të vjen. Çfarë ndrimi ke për këtë anëri? Ja ta them unë jam dakord për mbrojtjet ligjore të drejtave. Po shiko, thot Aristoteli I madh me që e përmendë, thot demokracitë janë destinuara që ishte vetë domethënë republikane. Thot janë të destinuara të dështojnë, thot, sepse pakicat sa më tepër të drejta u jep, aq më tepër të drejta kërkojnë. Por ky është sistemi më I mirë që njohim. Tashti dalin komunitetet homoseksuale. Dhe kërkojnë, edhe ja u jep të drejtën ligjore, ja u jep. Luajn viktimën. Ne jemi të persekutuar, jo në Shqipëri s'janë persekutuar asnjëherë homoseksualët. S'ke një të dënuar nga shteti dhe nga ligji për homoseksual. Dhe Tori, Viktori, që unë kam pas në lagje,
kur u dënua një herë 3 muaj se ç'bëri një budallik, por nuk u dënua për homoseksualizëm. Pra s'kan qenë asnjëherë përsekutuar. As e del njëri atje thotë o kështu ashtu, ato i kanë çdo cept botës, nuk është përsekutim ai. Kupton? Se luajn përsekutimi që të marrin më tepër fonde se janë parazit, janë njerëz parazit që nuk prodhojnë asgjë. Prodhojnë vetëm çarje dhe konflikt social. Dhe tani kur ti shkon te prindi 1, prindi 2 dhe do të ndikosh mira vjet njerëzim, kulturë njerëzore e racës njerëzore që do të bab nën, ty ti ka kaluar çdo lloj kufiri të drejtës. Apo e kam gabim? Ne jemi ndërtuar kështu biologjikisht. Jo, dhe vetë ky tipi nëna baba ka thënë, e kupton? Ti nuk mund të ndërhysh deri aty. Pra, edhe drejta jote ka një kufi, se për këtë shkruan antikiteti i madh filozofët, te i kalimit drejtës është ai filli holl që ndan kur e drejta jote, po ta kalosh atë fill kthehet në pa të drejtë për ty sepse jep të drejtë atij tjetrit që të vërsulet. Reaksioni i famshëm zinxhir. Po shkel të drejtën. Është reaksioni i famshëm zinxhir shkak pasojë që ndërton filozofët e kanë ndërtuar. Tragediantët, Homeri, Hesiodi, Eskili, Sofokliu, përveç Sokratit e Platonit që kanë shkruar në kuptime filozofike gjërat edhe Aristotelit. Kjo është te i kalimi i të drejtës. Dhe del një pakic dhe do t'i imponohet gjithë botës. Pse se i do bytha, më falni për shprehjen, George Sorosit të shpërbëjnë pip, sepse i do qefi George Sorosit dhe wokistave të krijojnë konflikte sociale, të kërkojnë përplasje të forta shoqërore, siç po ndodhin tani në Amerikë, është gati në prag lufte civile me vdekjen e Charlie Kirkut. Po, ka një konflikt civil që është në dhe shumë i rëndë ai. Për një shoqëri që duhet të jetë më unifikuar në botë, të jetë më e përçara në botë, sepse i duhet atyre për të ndjekur politikat e tyre perverse për çfarë sundo. Këtë që po e shohim me Covidin, që po shkelen drejta njerëzit, pa kaluar në politikë, këto janë gjëra që atakojnë të gjitha. Jo, patjetër. Janë diskutimet. E pa me luftën në Ukrainë, që po prodhohen konflikte të stisur fals për të futur botën në një çarje të madhe shoqërore, në një ndarje, një ndasi të madhe. Politika e famshme imperiale e Romës lashtë në politikë të jashtme divide impero. Për çfarë sundo në Shqip shumë bukur. Shumë bukur është në Shqip për çfarë sundo. Jo pushto, sundo. Shumë tepër se impera. Për të rikthyer tek këta tre të mëdhenjt, po edhe tragjediantë të tjerë të mëdhenj të lashtësisë. Dhe do ta thelloj pak në çka kuptimi. E kam thënë shpesh, un jam profan sa i takon aktrimit, teatrit, filmit, po me aq sa intuita ime ka kapacitet, kuptoj që një aktor i mirë luan shumë role. Një aktor jo i mirë luan vetëm veten. Pra aq e ka aftësinë të luaj vetëm veten. Mirë, po ç'a ndodh? Këta jo të mirët, pra këta që luajnë vetëm veten, shpesh qëllojnë që t'jenë edhe personazhet më të përfolur në rrjetet sociale, në opinionin publik. Opinioni publik edhe rrjetet sociale dhe like. Janë këta që tërheqin ata investitorët, ata sponsorët, për të prodhuar pastaj filma. Sepse një aktor i mirë ka, po themi, edhe disa limite për te të cilave të personalitetit vetë flasim gjithmonë. Po tani hyn tek ajo që tham pak më parë, që Mick Money, por nuk është i vlerësuar nga veprimtari profesional. Jo, po nuk ka profesional aty, s'ka profesionalitet aty, s'bet fjalë fare. Unë po them që fatkeqësisht duke mos pasur profesionalizëm tërheq opinionin publik dhe kjo është e keqe. Për të ardhur tek çështja që po flistim. Pse nuk e nisun dot këtë gjë, po t'isha ca vite më herët, për lek edhe për famë. Siç po e bëjnë, more, se po e bëjnë obur. Po e bëjnë. Sepse ke një tjetër dhe kjo është e mirë për ty. Për të shkuar tek ata të mëdhenj, është një tjetër, ke një qasje tjetër ndaj vlerave të jetës, më dhe kjo është gjë shumë e mirë. Ore, nuk është vlerë e jetës bësh i pasur dhe i famshëm, s'është në i farë vlerë. Ore, vlerë në jetës si vjen me kosto më shumë se sa me vlerë. Jo me kosto, shiko kush është problemi më i madh i njeriu sot modern. Ke këtu hapur në Shqipëri. Të qenit i suksesshëm. Është pranga moderne. Çfarë është suksesi? Hajde merre vesh ti çfarë është suksesi. Se ne ndjehemi keq ndonjëherë me këto influencerat edhe me po lërmos janë. Po që shohin. Po jam tash të del influencer një që ishte një ku di gjose s'duhet dhe më ta fyj, po më vjen edhe ta fyj, që është unë e marr librin plazh për aksesor, a kupton? Po lexoje o të shpëlaftë. Po lexoje ose të pak do dish të flasësh bukur.
Po tash e marr për aksesorën, po marr tarras e pallatit plase më shkon fotografia atje. A kupton çfarë bibe tash ç'ti thua shkretës. Merre o lexoj, libri është Ajo është kreta u treguaj sinqert se shumica atë bëjnë, e di më e di. Po imagjinoj aq sa bibe sinqert është. Sa as debilja të mbuloj debillëkun e vet i duket normale. Unë marr librin për janë sinqert, të shpëlafta aksesorë. Ne tam po këta që e shan gjithë për komente. E shplan. Po çfarë thon se shplash më po është. Jo, po a mendojnë që janë gjithë prap kaq lexues? Nuk ka të bëj kjo. Apo tek mënyra se si ajo e përcaktoi librin. Nuk ka të bëj kjo. Ai mund mos jetë lexues i mirë. Por ka të drejtën të kontradiktoj një banalitet. E ka të gjithë të drejtën njerëzore ti kundërvihet një banaliteti. Se është banalitet njerëzor me marr librin, po të rëndonë se marrësh Luftën dhe Paqen. Tashim fal. Gjena një më shumë. Po. Merr çufull dhe Bubi Kaçurel. Perfekt. Mundësisht marrësh dhe kryeministin ta mbaroj se ka mbaruar të rrihet çufull dhe Bubi Kaçurel i ziu. Pa të shile i kujnë do e bëjmë. Po do ta bëjmë. Ashtu. Pra, domethënë ka shumë të orë dhe ai që s'ka lexuar ndonjëherë sepse s'ka mundësi të blej libra. Ka të drejtë mo ta kontradiktoj një banalitet tillë e marr për aksesor. A kupton ti të marrësh skillin për aksesor, skili ka tronditur njerëzimin, mbar njerëzimin. Libër është dhe skili. Ose varet çai ka gjetë në shtëpi. Prandaj thash çufon dhe Bubi Kaçurel. Por e imagjinon dot sikur asaj bibe që nuk e di ç'është skili. Duhet marrë një aksesor dhe të marrë skilin. Rastësisht e tërheq nga aty. Po, se e gjej merr libër. Çfarë libri do marr? Po këtë gjallë merr një aty se të dalin foto të plazhit. E merr skilin. E skili ka tronditur njerëzimin. A kupton ti? Biba thot merrem aty për aksesor. Merrem lexojmë, merrem. Le që se lexo dot se kputru. Se kupton dot. Dhe ti pretendon të ndërtosh një shoqëri të shëndetshme me këto. Dhe ti pretendon që të kesh prodhim të mirëfillt arti me këta, që duan të bëhemi pasur dhe i famoz. Dhe kjo i njëktohet, unë i shoh te kolegët e mi që i du fort pafund. Jetojnë një realitet absurd aty, red carpet, actors life, të s'kan buk me hongër, nuk kanë buk me hongër shumica. Kuptimin janë të varfër. Se e dim se sa vlerësohet arti në Shqipëri. Dhe ti më shef flet për këtë brezin e aktorëve të rinj apo për Jo, edhe për këto se infektohen, tash nga like-et, u pëlqejnë like-et, ç'çevi ka. Të rish 4 orë, të harxhosh 4 orë nga jeta jote të bësh fotografi për ca like, domethënë absurde, po ç'rëndsi ka është drejta e tyre. Dhe ti shef që i mbush mendjen vetë sikur jeton në një realitet hollywoodian. Red carpet, actors life. Photoshooting, po. Këte i lypin për rol, po e disa keq lypin për rol, më për një rol. Ua! Se i kemi rizort miqe dhe na i tregojnë. O kshu! Amane se po vdes për buke, të lutem, ma mere, ma jep një shanse kështu. Po kjo është për tar, kjo është me këtë parimin fake it till you make it, se ka dalë edhe kjo si trend tani kohët e fundit. Ajo është. Atëre për çfarë ti kur nuk je i sinqert me veten tënde, çfarë do jesh i sinqert në skenë? Ti kur shet moralin tënd, çfarë do dalësh ti bësh moral spektatorit në skenë? Sepse arti është edhe moral, tregon sa instinktet mira njerëzore. Çfarë do bësh ti revolucionar në skenë kur je një lëpirës? Qeverie. Që e ke hundën të futur aq keq te vrima e fund shpinës së kryeministit sa s'merret vesh ku mbaron fund shpina e kryeministit ku fillon surrati jot. Me çfarë do të thosh dinjitet, dinjitet, që ta di gjithë Shqipëria që dinjiteti jot ka vajt si breket e kavilet. Dhe ti do bindesh dhe ti do se arti është sinqeritet. Unë po qesh dhe moral. Unë po qesh në ritan. Po kjo që the ti që se unë nga që si jam brenda komunitetit tuaj, edhe nuk i di shumë gjëra. Ndodh në çdo sektor të jetës kjo, nuk është se po e the kam vetëm artistët, e kam me intelektualët, me mjekët, me infermierët, me gjithë, me gjithë. Por është e rëndë kjo. Shumë e rëndë, ti nuk je i sinqert, ti nuk je i sinqert. Jeta nuk jetohet, jeta të fakti kështu e konceptoj unë, mund të qeni idealist, mund të qeni idiot, mund të qeni çfarë doni, por unë jam shumë rahat me veten time në këtë pikë. Jeta jetohet me ca instinkte të mira njerëzore që po nuk i deshe dhe po nuk i besove, nuk ke jetuar më. Nuk ke jetuar më. Nuk e ke bërë sikur ke jetuar. Dhe nuk se ke 7 jetë se këtë jetën e parë po e bëj sikur ta jetoj ta provoj si është. Këtu po bëjmë servil tek e dyta. Na ashtu. Te e dyta po bëjmë servil, te e treta po bëjmë ku dëgjon
bërës çaj, njike. O jeton në këmbë, ashtu, me vështirësira, me probleme, me luftë, me betejia, me drejt, me shejtan, po jeton në këmbë si njeri. O të riqu zvarë, po të pak të më pranoje. Unë kam pas miq të mirë, shumë të sinqertë, që ka thënë, nërë nuk dalim, kemi frikë. Dhe i kam thënë, s'ka zgjë të kesh frikë mu. Se e qenie biologjike, edhe luani ka frikë, edhe ariu ka frikë, edhe gorilla, edhe krokodili ka frikë. I qenie biologjike, normalit kesh frikë. Po të pak të një i sinqert me veten. Kjo është gjë pozitive. Dua të jem nërë, nuk kam kurajë, nuk e bëj dot. Që drejta jote. Respekte. Respekte sepse ja pranon vetes, pak të një i sinqert me veten tënde. Por jo të krijosh një situatë e cila nuk ekziston. Jo vetëm ajo, po jo të shitesh për tjetër që hipokrizi, po kujt të lexon çdo njeri, të lexon. Lexohesh për një. Oneritan, cila është pagesa ose shpërblimi i servilizmit këtu në art konkretisht? Që nga, për shembull, po të bëhesh ti servil sot. Ç'a përfiton ti sot? Unë këtë kam thënë një herë kur ra bisedëm. Se e mendon njeriu lufton sa lufton, lodhet mor burr, thotë një sekond, ta shoh një çik anën tjetër të Po ai varet nga karakteri i dash. Shiko, një herë kam një diskutim miqësor. I kam thënë po të doja, pse po jo se s'kemi çati bëjmë se ani se këne dëgjoj tash. Po të doja unë ta bëja paktin me rilinjen për prishjen e teatrit, ju e dini fare mirë ku do isha. Po, e dim. Se kush nuk e donte Neritan liçaj në krahun e vet. Me unë s'mund ta bëja. Dola te ajo që besova. Më kanë penguar, po nuk më kanë ndaluar dot. Ke raste që nuk jepte punë njëri deri në 2018-ën. Dhe sapo kaluan nga krahu për t'u lpirë, vranë nënën e tyre. Sa i teatri kombëtar ishte nëna e tyre. Edhe nuk vritet në plak, se është plak. Këtë i kam thënë komision parlamentare aty, kinezëve të Shalcit. Nuk vritet nëna se është plak, po çdo njeri nga ne do merrte para, do futej borxh deri në fyt, do merrte kredi për ta çuar në spitalin më të mirë në botë që t'ia zgjaste ditë. Ju po vrisin nënën tuaj se është plak. Këtë bën për të siguruar ca role, ca projekte, pagesa e servilizmit? Pagesa e servilizmit dhe shtrrime dhe kush është më e trishta? Kjo është më e trishta akoma, që shiten me paratë e tyre për një projekt në bashki. Sikur ti ke nxjerr nga pensioni i mamit e Rioni. Jo, janë paratë tua, të takojnë ato para. Sepse janë para taksapaguesish. Pra ti shitesh me lekët e tua, imagjinoje sa e rëndë është gjëja. Pra nuk është se përfiton miliona, se dua ta kuptoj kush është kjo pagesë që tërheq kaq shumë. Pa kokra kanë përfituar goxha mirë. Sot si ke marrë dhënjet me këta miq artistë të cilët kanë qenë deri në një farpike aty, kanë mbështetur, në një moment janë tërhequr, pastaj disa kanë ndryshuar qendrimin. Nuk ka shumë rëndësi cila është marrëdhënia. Referohem edhe teatrit si një prej betejave tua më të forta. Po patjetër. Edhe ku ke qenë qendrestar deri në momentin e fundit. Dhe kam përshtypjen që kam qenë vetëm për teatrin. Unë përgjithësi jam shumë kritik në përgjithësi për çfarë bëhet me botën e artit. Kam 20 vjet. Ama aty ishte nëna. Ajo ishte maja, ishte kulmi, sepse aty ne u sulmuan politikisht. Se unë e kuptoj që një fushë e jetës, arti mund të ketë problematika, të cilët lindin gjatë ecjes, gjatë rrugtimit e tjerë. Dhe deri aty jemi në rregull. Hajde të debatojmë, bisedojmë çfarë është e drejtë dhe çfarë nuk është e drejtë, kush është zgjidhja më e mirë. Kam 20 e ca vjet që flas për problematikat në art. Po kur ti sulmohesh politikisht, sa ishte sulmi pastër politik. Dhe ti ul armët. Dhe mirë që jo vetëm që nuk dorëzohesh, se okay, edhe dorëzohesh është njerëzore. Po shkoni shërben aty pastaj është tjetër. Se nuk është se u dorëzove. Po, do dorëzohesh. Mua merr 25 forca speciale me armatim luftarake, ç'do do bëja unë? Jam Rambo. Por ama nuk më poshtën dot. Por më tepër nuk më bën dot laro të tyren. Dhe kjo është fitoria ime më e madhe. Që unë qëndrova. Atë Neritan me atë vogël, me atë të voglën time, unë qëndrova deri në fund. Dëgjoj. Isha i bindur që ishte një betejë e drejtë që duhej luftuar dhe qëndrova. Dhe ti e besoje? Patjetër, dhe e besoje sot e kësaj ditë. Do të ta bëj një pyetje politike me që jemi te teatri, do ikim pastaj me vrap nga politika, po këtë nuk mund të ri dot pa ta bërë. Nuk mund të ri dot pa ta bërë sepse po të kujtoj këtu, nuk e di sa më mban mend ti mua, po unë kam qenë më i vogël atëherë këtu i bie. Ke pasar, të mbaj mend. Si fytyrë kështu se nuk njiheshim atë. Dhe kam qenë aty her pas here bashkë me grupin tim shoqëror. Dhe e mbaj mend shumë mirë 24 korrikun e vitit 2019.
Sa ditë të merr ka qenë unë që edhe 6 ditë pa pikë në gjumë që në një orë kisha kap vetëm. Kështu to fjet aty. Se e prisim sulmin. Po, të mbaj mend mirë ty dhe mbaj mend mirë live lotët e tu që janë bërë dhe legjend pastaj mediatikisht. Po ka atë emocionalitetin tënd e kam provuar nga afër në atë ditë. Në 20 maj nuk pata dot mundësi sepse më fal, në 17 maj të 2020 nuk pata dot mundësi sepse erdhi sulmi pa pritur, na kanë zgjuar nga gjumi dhe na kanë thënë po prishet teatri. Nuk ishim aty dhe erdhëm me vonesë. Na sulmun kështu. Pyetja ime është Shicuba. Po, pyetja ime është kjo. Sot kur Erion Veliaj është në burg, është në mas arrest, në mas sigurie duke pritur dhe vend. Zhveshur nga pushteti. Kjo është fitore më e madhe. Jo, kjo është fitore më e madhe. Që është jashtë pushtetit. Më lër ta përfundoj pyetjen se dua ta shpreh të gjithën. Sot që Erion Veliaj është në burg dhe është pa pushtet. A je I lumtur duke qenë se ai është ekzekutori I prishjes së I vendimit të prishjes së teatrit. Nuk është vetëm ai. Shiko, nuk mund të themi I lumtur. Unë nuk jam triumfalist. Por nuk jam as nga ata që thonë, jo më s'ka rëndësi në burg, jo në burg, po se ka bërë krime. Dhe nëse falim çdo kriminal atëherë për çfarë ekziston ligji. Por nuk jam I lumtur që është në burg, se nuk jam triumfalist. Them mirë trupe. Jo. Meritoj dhe do marri dhe s'do marri tamam atë që meriton. Se nuk gjykohet për teatrin, nuk gjykohet për instalacion, për miliona vjedhje. Një kështu është. Një heqje koke e tipit Enver, siç u bën te Enverit vetëve, jo po e bën Rama të tyreve. Dhe kjo nuk është se më bën të lumtur. Jo. Drejtësia duhet të funksionojë si drejtësi. Drejtësia është armë e të drejtës, jo armë e politikës. Kjo është thelbësore. Këtë ta thonë gjithë filozofët. Po çfarë rëndësi ka? Pra, nuk është se më bëhet qefi më vjen keq për të. Më vjen keq një jarg. Emri me të cilën e thriste Rama ishte Jarga dhe ishte aq idiot I Ziu sa nuk e kuptoi që Rama e futi Kastilën në betejë që si takonin fare. Vetëm që një ditë që ta përdorte që kur ti rrezikoi pushteti vet ta shiste. Domethënë ky është fatkeqësia e tij. As kaq nuk kuptoi Derziu. Që po më përdor që një ditë kur ti rrezikoi të kuar të më shesi mua dhe ajo ndolli. E shiti, momenti që ky u përpoq ti merrte partin, të vriste babain. Pastaj ndodhi ajo që hajde tha kë do vrasësh. Ndodhi ajo që të shkriu unë të varte pema e pyllit orbital. Qartë. Po nuk është një lumturi e madhe kjo për mua. Jo, në kuptimin njerëzor se ke qenë aty për 2 vite e gjysmë. Në kuptimin njerëzor është që unë është tempulli I jetës tënde. Eksakt. Dhe çdo aktor tjetër. Në kuptimin njerëzor është që mua nuk më mposhti dot, nuk më korruptoi dot, nuk më vuri dot në gjunjë. Përkundrazi. Se doli zotria dhe një ditë tha, do bëjmë vettingun atyre që mbrojnë teatrin. Çfarë do bësh me vettingun? Unë le arrit në Tiranë me qira. Kam 30 vjeç punoj me gjithë gruan time. Do mbote mua I vettingun. Urdhëro tani vettingu e çoj atë atje. Se është bërë miliarder pa bërë një punë, pa I thënë njerit të më shindurët në jetë. Në këtë pikpamje, sigurisht jam I lumtur sepse e mposhta moralisht. Pra, del vlera e vërtet njerëzore me një anti-vlerë që është qartë. Unë jam njeri I ndershëm, djerës të ballit, nuk dit vjeth, nuk korruptohem, nuk shitem, nuk blihem. Jam I kënaqur me jetën që ka, do doja më shumë, patjetër që po, mo. Patjetër. Por jam I kënaqur sepse nuk kthej kokën mbrapa të më thotë njeri me legani, mbaj dut. Por se ti në burg atje. E bëjnë gjumë rehat. Me që jemi këtu. Do të pyesim. Dhe kjo është fitore e madhe në këtë kohë ku pa morali ka hyrë në pjedestalin më të lartë. Dhe ku I pa moralshmi, si Erion Veliaj si Edi Rama, të bën moral ty të moralshmit, kjo e imja është fitore shumë e madhe. Të mbetesh njeri. Qartë. Bukur. Kjo mjafton. Le të thon pastaj jo ai idealist, jo ai idiot, jo ai kështu, s'më intereson më kjo. Nisi idealist besoj deri në fund. Është bukur ti të rrugtimit tënd. Përshëndetje, Viola dhe Egon, jam shumë I lumtur që në Kinotek do jetë tashmë edhe leximtari në këtë sezon të ri, ku do të ndajmë bashkërisht informacionet për librat më të kërkuar nga lexuesit. Ta nisim pa humbur kohë me siguri sepse ka shumë surpriza për të zbuluar dhe mua më vjen shumë mirë që në listën e librave më të kërkuar të kësaj jave ka qenë dhe vazhdon të ngelet Në të bardha I Dostojevskit, një libër që nuk vdes kurrë.
Libri i dytë është një libër befasues që ka përpir për disa ditë mendjet e gjithë lexuesve, sigurisht në rrjetet sociale, libri Një ditë tjetër i Mira Gazhanit, një histori reale e një gruaje që lufton kundër kancerit të gjirit dhe besoj se është një libër shumë frymëzues për gra të tilla që kalojnë të tilla sfida. Libri i tretë është libri të poshtruar i Lea Ypit. Me librin e parë të lirë, Lea Ypi arriti që të kthehet në një fenomen në të gjithë botën, patjetër edhe në Shqipëri. Lea Ypi është ndjekur me librin të lirë dhe po ashtu me të poshtruar kryeson listat e librave më të kërkuar. Libri i katërt është libri Shërbëtorja e Frida McFadden. Ka më shumë se një vit që Frida McFadden kryeson listat e gjithë botës me romanet e saj të zhanrit thriller. Edhe në Shqipëri, Shërbëtorja prej shumë kohësh vazhdon të jetë në krye të librave më të kërkuar nga lexuesit. Dhe libri i pestë, i vlerësuar dhe i kërkuar, është edhe editari i CEO, si Steven Bartlett, një guru i marketingut të ditëve tona që patjetër me librin e tij editari i CEO ka arritur të përzgjedhë dhe gjejë lexues në Shqipëri. Këto 5 libra, miqtë e Kinotekës, janë edhe tek leximtari, mund të porositen tashmë edhe online sepse leximtari ka faqen e re. Miru takofshim në javën që vjen. Sigurisht miq, rrituni me libra. Cila është përditshmëria jote? Përditshmëria ime është familja, që është e para fare. Nxjerr në mëngjes herët qenushen time me emrin Ajkuna. Sa emri bukur. Sa bukur. E kemi gjetur plagosur. Çfarë race është? Është Melanois. Belg. Po nuk është i pastër fare, po është fakti që e keni gjetur të plagosur edhe keni marrë në kujdesin tuaj është e jashtëzakonshme. Pastaj çohem, pijat kafen time të mëngjesit, shkojmë palestër, kur jam i lirë komplet. Shkojmë palestër, bëj pazaret, gatuaj. Gatuan? Çfarë gatuan? Kam shumë që gatuan. Pastaj lexoj. Ku je eksperte, cila të gjitha nga pak, po më specializuar jam në pasta. Drekën e radhës do e ham tek shtëpia e Neritan. Po patjetër jeni pritur. Sidomos të pasta, sepse un kam jetuar në Itali. Po. Dhe për të marrur një lek më tepër si çuna që ishim, punonim shpeshherë në të zezë, edhe në përndimës në për restorante të premte shumë, paguheshin shumë mirë. Merrshin 70.000 lirë kështu pa taksa të zezë, po që si ishin keq, ishin goxha mirë. Dimrit. Dhe normalisht aty kur punoje, edhe lava pjati, edhe punë ndershme, ti mësoj nga një çik. Edhe halli që ishe emigrant të bën të mësosh vetë dhe do jetoj vetëm nuk e kishe më mamin që të ta bënte pjatën e bukur dhe të mirë. S'ka si dora e nënës. Nice, edhe gus. Ti tani që po flet për ushqimin, mua më mori huria. Eka. Edhe do ta ha një bono. Kështu që ti Viola, do na japësh një bono mua, prit. Se do shohim çarshiet. Ta zgjedh unë me atë, po atë fiks me pistakio më duket. Jo, nuk është me pistakio. Ja me pistakio tek e kemi bonon. Okej. Kaloj këtu me delikatesën më të madhe. Ma kalo. Ndërkohë që do doja të Okej, tani ta shohim me rutinën e Neritanit, e morën vesh që zgjohet në mëngjes, nxjerr Ajkunën. Historikisht jam nga ata që jam zgjuar herët. E kam qef të zgjuarin, herët, se më merr dita me energji. Domethënë unë deri në orën 10 të mëngjesit 11 unë mund të mbër 10 kilometra. 10 kilometra? Po. Në pistë? Në palestër? Sa keq duhet të ndihem mund tani. Sa në xhiro me Ajkunën, në vrap me Ajkunën e drejtë, sa në palestër, sa në ecje pazari drejt shejtan e kam. Kjo është edhe arsyeja pse edhe për moshën që ke je fit. Është edhe çështja DNA-je. Edhe çështje. Sepse të gjithë nga liçajt asnjëri s'ka bark dhe pothuajse asnjëri s'ka thinja. Oj gon, po ç'ke më që prek barku. Kujdes me planin ti aty. Kujdes me planin se më kap në profil edhe nuk më pëlqen mua kjo gjë. Duhet të funksionoj sedra në këtë rast edhe. Po edhe unë i bëj pothuajse 10 kilometra kur kam kohë i bëj edhe për ditë. Po puna. Po ti i bën me makinë. Po puna është do vi duke u shëndor. Ka të bëj shumë. Ja, aktiviteti fizik është shumë i mirë. Të bën mirë për zemrën, të bën mirë për muskujt, për rrahjet, për qarkullimin e gjakut, gjitha. Absolutisht. Makina deri diku të vret. Unë nuk e përdor makinën brenda Tiranës. I hypi 250 kubikshit, kështu them. Bën gjë më të mirë. Të bën shumë mirë. Po, por kur dalim nga Tirana, pastaj dalim me familje për weekend, normalisht do marrësh makinën, por gjatë ditës nuk e përdor. Bukur, më pëlqen të eci. Tani do të kaloj pak tek publiku në fakt. Të kalosh. Se janë kaq vite në skenë, në
shesh xhirim. Ndërkohë që unë po ha bonon. Okej. Bëf të mirë. Vazhdoni bisedën ju, unë po e Gjakja dëgjoj muzikë nuk të them dot, me po. shumë dashuri. Aha. Ka ndryshuar ndo pak publiku shqiptar, a janë për herë të njëjtit njerëz që vinë teatr apo she edhe një tendencë që rinia shpesh e paragjykuar me një stigmë të madhe mbi supe që nuk shet teatr, nuk lexon e nuk. Unë vëre me kënaqësi që sepse pati shumë shkatërim të shijeve të publikut shqiptar. Tani ngadal ke filluar të shikosh dhe për këtë më bëhet zemra mal, kur thot populli. Shoh të rinj që nuk lën shfaqje teatri pa parë. Nuk janë shumë akoma, por është një fillim i mirë që blejnë libra, që shkojnë bëjnë sport. Sport bëjnë shumë më tepër dhe kjo është akoma gjë më e mirë, që bëjnë sport. Dhe numri me ç'po shoh unë po fillon po rritet. Pra shqiptarët e kuptuan që zbavitje, kënaqësi, shlodhje nuk është vetëm pabi, bari, rri këtu shaj, ka kush ka bë buzët e çafustani ka veshë, ku ka vajt në plazh çka ka po ha. E ka kuptuar që zbavitje janë edhe këto forma të shëndetshme, të cilët në antikitet ishin forma edukuese. Në antikitet, po të lexoni të mëdhenjt, Platoni, Sokrati nëpërmjet Platonit dhe për Platonin vet, pastaj kur u poq si filozof dhe filloi të kishte mendimet e tij të pavarura nga Platoni, nga Sokrati. Dhe te Aristoteli, ata sportin dhe artin e marrin si edukim. Nëse do lexojmë Republikën e Platonit, ku aty ndihet ndikimi i fortë i Sokratit e Platoni, ai mbas të drejtës që është baza e jetës njerëzore, e drejta, ai flet për artin dhe për sportin. Jo për ekonominë, për shembull. Ama e tham edhe Jo më si herët zbavitje, që si edukim. Si edukim. arti erdhi shumë përpara shumë gjërave tjera. Patjetër. Kështu që kjo e konfirmon edhe një herë. Madje ata të dy ishin deri dhe për kontrollin e artit, Sokrati dhe Platoni. Ndërkohë që Aristoteli, sepse ata ishin për të vërtetën të vërtetë. Unë po e themi fare pak fjalë, besoj se edhe publikut mund t'i interesoj. Sokrati dhe Platoni ishin për të vërtetën e vërtetë. Ata thoshin shpirti, trupi është burgu gati varreza e shpirtit. Ata ishin për qelloren, për hymnoren, për dijen. Ata thoshin të gjithë qytetarët duhet të jenë filozof në kuptimin miq të dijes. Se fjala filozof do të thotë e përkthyer do të thotë mik i dijes. Filozofos, mik i dijes. Pra të gjithë qytetarët duhet të jenë të ditur. Kurse arti, duke qenë se nuk thot të vërtetën të vërtet, është e dëmton të drejtën, ndërkohë që vjen më tej pasuesi i tyre më i mirë, sepse janë zinxhir, Sokrat, Platoni, Aristoteli vjen nga Platoni, por zhvillon idetë e veta dhe thot logjisti i madh i perëndimit, që thot jo, arti duke mos thonë të vërtetën e vërtetë. Ata që quhet në latinisht quhet ficio, që do të thotë e vërteta e ngjashme. Kurse në greqisht është mimesis, që do të thotë imitimi. Duke mos thënë të vërtetë, por të vërtetën e ngjashme e ngre problematikën, tematikën, diskutimin artistik, poetik, se poetik e quan, në një nivel më universal, më filozofos, pra më afër dijes, dhe nuk e ka gabim. Absolutisht që nuk e ka gabim. Pra, është gjithë ky shestim i desh nga një realitet që ekzistonte që para tyre, e këtyre mendjeve të mençura që tregojnë se çfarë është, po të shikosh qytet-shtetet helene, që unë i kam shumë qef. I kam vizituar gjitha, gymnat e famshme, po të marr sportin. Gym në helenisht do të thoshte nudo. Dhe prandaj është fjalë gym. Palestër. Sepse aty bëj stërvitja. Veglat e forcës, ushtrimet, Bëj stërvitja. Bëj shpat ku dëgjoj, nuk e di çfarë. Po. E pyeta Sokratin, "Ore shoku, i thash, ç'a bëni ti atëherë?" Sepse është sekret. Nuk e di çfarë, po ka qenë palestër, çrëndsi ka, që ka qenë një vend ku forcoi fiziku. Gymna. Dhe sidomos në Delfi pyes një nga arkeologët se po punojnë akoma, i thash, "Pse ka qenë madhe? Se është gymna është gati sa gjysma e sheshit Skënderbej." Gati. Palestra për. Po, gymna. Sepse tha nuk stërviteshin tha vetëm ushtarakët, tha. Stërviteshin edhe popullata. Pra ishte edukim. Ishte edukim masiv popull. Po, sikurse në teatr shkonte gjithë popullata. Shkonin gjithë e shihnin. Domethënë qytetet shtetet helenë nuk kanë qenë një numër i përbindshëm të gjithë teatro deri dhe i Butrindit kanë qenë 5000 vend që lart.
Sot s'ke më teatro pesë. Me një akustik fantastike, ë? Tjetër, që Nga kanë qenë në fillimi hapur. deri te cepi atje tek. Në të hapur. Në të hapur. Të hapur. Pa foni, 2500 vite më Dhe parë. dëgjohet edhe kjo. Kërcitja e Kjo, kishte. Do me thënë Epidaurus, i kam thënë Timbiri, ri këtu mu në qendër të skenës, të skenë orkestra që i quajnë në teatrin helenik. Sepse ata zakonisht kanë pas edhe një pjedestal aty, një lloj suplici, sepse shpeshherë kishte edhe sakrifikime për nder perëndive. Pra, teatrot ishin disa funksional, si Koloseumi, që nuk është se bëj kasapan si që shohim Jo, në filmat sigurisht, Hollywoodit, ka qenë vend spektaklesh. Dy luftimet me vdekje kanë qenë shumë të rrallë. Ndodhni që mund të vriteshin aksidentalisht gjatë jo, spektaklit, siç ndodh edhe në për filma. Por jo që t'ishte ajo kasapan që i bëjnë këta, kanë qenë vende spektaklesh. Dhe i them, rri këtu babo dhe kur të vete unë në maj të Epidaurus teatrit do bësh këtë. E kanë majt Kodrës. Edhe kjo dëgjoj. Dëgjoj, nga poshtë aty dëgjoj këtu. Do të thënë ata e njihnin, ata të mençurit atërshëm, e njihnin aq mirë akustikën dhe ligjet e akustikës sa ne sot i mornim i vim anash. Do me thënë dhe më thoshte drejtori i sitit arkeologjik. Se thash jam aktorit, ju bë shumë qefi, ai ishte një arkeolog shumë prestigjos. Deri dhe gurët dhe guri për ndënjëset e publikut është zgjedhur i tillë që të ketë të ndikoj për mirë në akustik dhe vinte pastaj ajo gjëja kështu. E jashtëzakonshme. Domethënë ishte inxhinierim akustik perfekt dhe 12.000 vet pa zoti, pa mikrofona, pa gjëra ti mbaj shumë. Akustikën e përmendëm, po do doja në fakt se nga një bisedë e mëparshme, një bisedë e mëparshme na ke treguar edhe një detaj shumë interesant për frejmet të gjendurat të gdhendur. Apo mirë, ai ka ndodhur në Egypt. Në Egjipt. Dëshmi të teknologjisë, po e them kështu, të teknologjisë së artit në antikitet. Për shembull, një ishte Greqia, jo tjetër është kjo e Egjiptit. Kjo është ajo ishte çudia më e madhe. Unë kur vete jashtë nuk shkojnë në pubën baret bëj dyqane Lecka se i kam dhe në tjera. Apo në kështu në outlete. Po, në outlete ose shkulen njerëzit shkojnë jashtë në vende arkeologjike, shkojnë në outlete, po çmeri madh që shkoj. E po kanë dalë me ulja. Pa man. Materialja. Recka më bër. Po materialja më mirë të harxhosh kohë, shosh histori, një galeri, një sit arkeologjik, një bibliotek, blesh libër të mirë. Sa të Recka ke edhe këtu, i ke edhe këtu. Ikin ato konsumojnë shpejt. Eksakt, janë konsum, kurse një vajtë në Kairo është komplet tjetër gjë, se di shef bazat e qytetërimeve. Edhe më thot heshemi një miku im, thot mua, se ishte ai studionte në universitetin Amerikan të Kairos, që ishin nga universitetet më të famshme dhe më të forta në botë, pra ishte i mirë qenur, heshemi. Edhe më fliste shumë, që më pëlqente historia vdisja, më thot nuk kanë pas sa 5000 vjet përpara, tha, konceptin e filmit. Dhe unë për çdo gjë nga këto që më thoshte, i thosha nuk ishte mundur. Dhe ai më merrte me makinë. Reagimi parësi ishte. Po, nuk e dinte ai. Që do i thoshe, e kishte qartë, s'është e mundur, e dinte ai, merrte makinë, çonte. Me fakte. Po, shive vet. Dhe ma tha këtë gjë, i thashë s'ka mundsi 5000 vjet. Ora, tha, e kanë pasur të gjitha astrologji, astronomi, algebër, gjeometri, të gjitha në faqet piramidave dhe në për obeliskët. Megjithatë, me që beson, hajde me mua. Vemi në Giza, marrim ku janë piramidat, marrim kuaj dhe futemi në shkretirë brenda me kuaj. Edhe ishte një varr i vogël, po piramid po e vogël. Piramid e vogël. E vogël, ka një 100 varre faraonësh e dinastish, Egjipti ka shumë. Unë ajo mbeti ëndra pa e parë, lugina e mbretërve, ku janë varret e këtyre. Më ndër e kisha, po ishte peripeci shumë e madhe të shkoj edhe dhe kushton të dhunë se kisha shumë lekë. Do me thënë, kushton të për mua atëre se sa kisha del nga shkolla, isha student, se është në një Egypt ish i lirë në përgjithësi, nuk është në kush i shtrenjtë. Po qërënë si ka, vemi edhe në faqet piramides, janë këto relievet, incizime i quajmë në gjuhën e skulpturës, që është nga që atje dielli shumë i fortë, incizimi shumë i vogël, mjafton një vizë atje theksohet, duke si në Europë relievi duhet të jetë i thellë. Dhe këto unë e dija për skulpturës sepse kam aplikuar skulpturë shkollë mesme. Dhe ishin 24 fotografi, keni parasysh këto figurat egjiptiane kështu? Po. Ato të fotografuara një nga një dhe të vëna në rresht, ishte 1 sekondë një filmi praf. Pra një lëvizje e vogël në çdo. Po, një sekond film. 1 sekond film, po. 24 frame për 1 sekond film. Do të me sy të lirë ti nuk e shef dot. Me sy atje. Kur i vë një nga një,
E shikon. Që ka Që pra si lëvizje. ato që bëjmë ne që bënim Te cepat e bllokut. Që të vinin njëra pas tjetrës sa ta të krijonin e njëjta logjik. 5000 vjet përpara. E pa besueshme. Jo, Ja, edhe unë po të them tani e pa besueshme. E besueshme. E kam parë me sytë e mi. Kam parë Është çudira. jashtëzakonshme. Kam parë çudira në Egjipt. Domethënë kjo do të thotë që ata e kishin shumë mirë të mësuar konceptin e Shumë të zhvilluar se Europa. E lëvizshmërisë, se kinematografia është në thelb lëvizshmëri. Patjetër. Ata konceptin e lëvizjes, shiko, të dinamikës lëvizjes e kishin shumë të Historianët egjiptianë, studios e pranonin Darwinin deri diku. Pastaj e thoshin, ka një moment ku shpërthen inteligjenca kështu, babam. Në Mesopotami, te Sumerët kryesisht dhe në Mesopotami. që nuk shpjegohet. Që nuk shpjegohet. Nuk mungon hallka lidhse. A, bravo. Nga këtu te kjo këtu. Bravo. Ajo ura që. A, bravo. Dhe thoshin, mund të jetë inxhinierim i racës njerëzore, mund të jetë transportim nga yjet. Pra janë këto teori që ekzistojnë si teori komploti, por kanë shumë shanse që të jenë në të vërtetë. Pra nuk e përjashtonin Darwinin si. Pra majmuni ka ardhur deri në një pikë që është zhvilluar sa të ecë mbi dy këmbë. Po ai shpërthimi i inteligjencës menjëherë, un po të them, Sfinksi, trupi i Sfinksit ishte bërë 11.000 vjet përpara. Shumë pak në botë din këtë. Koka ishte 5.000 vjeçare, që ja kputi Napoleoni me top, Me top, edhe I theu hundën. Po. Pra janë shumë gjëra që ne nuk I dim. Sa të panjohura ka kjo botë. Ka pafund. Dhe sa më shumë mëson, aq më shumë kupton që ka të tjera më shumë. Prandaj është e perr shpreha e Sokratit, sa më shumë di, aq më shumë kuptoj që nuk di. Që nuk di asgjë. Dhe është vërtet, është e vërtet. Dhe unë sa më tepër përpiqem të di, aq më tepër kuptojmë që prit njerëz se kuptoj se ka aq shumë gjëra për të mësuar. Sa nuk kanë, e dia nuk ka fund, misteri nuk ka fund. Po të kishe mundësi të zbuloje një mister të botës, vetëm një. Cilin doje në fakt, ti jepje një përgjigje. Nga jemi vërtet, çfarë jemi vërtet, nga ka ardhur njerëzimi, nga kemi ardhur vërtet. Çfarë jemi në të vërtet? Po pse të njeriu vjen një pikë? Kjo? Jo, nuk është se më mundon, kam dëshirë ta di, nuk është se kam që po se mora vesh do vras veten. Po është, ore, shiko, për mua një njeriu sado të eci përpara, mbase mund t'ju duket edhe mendim çik I vjetër, po mua më pëlqen, duhet të kthej gjithmonë kokën mbrapa për të parë çfarë ka qenë. Sepse vetëm ashtu ti mund të krijosh për mendimin tim raporte të sakta me jetën tënde. Kështu duhet të kthesh kokën edhe për edhe si racë njerëzore. Ku po shkojmë? Ne themi jemi të zhvilluar. Jo, unë mendoj nuk jemi të zhvilluar. Në ca gjëra jemi të zhvilluar. Këtu jemi shumë të zhvilluar. Por ama ne nuk përdorim dot më tepër se 13% kapacitetit të trurit ton. Domethënë ne nuk e përdorim dot trurin ton 100%. Dhe këtë sepse nuk dim. Pra, a jemi të zhvilluar apo jo? Ne nuk njohim 12% të shtëpisë ton, planeti Tok. Edhe është e bukur fjala shqip se është Tok. Ashtu bën. Kur bie me këmbë Tok, nuk është Earth. Earth. Provojmë, ta testojmë. Jo, këtu nuk je Tok, këtu je beton. Ashtu. Këtu janë katë. Tok e përpunuar. Pra, ne nuk njohim ujrat tona, shtëpisë tonë. Ne nuk I njohim ujrat. Nuk po themi për qiellin që se njohim shumë pak. Ne nuk njohim tamam tokën, atë gjithë e ti. Ne kemi shkuar, nuk e di sa kilometra kemi shkuar, po deri në bërtham. Se dim çka ka. Deri në bërtham të tokës është 6400 kilometra. Ashtu. Ne mund ta mësojmë, mund të krijojmë teori etj, po realisht ne nuk e dim. Pra ne nuk njohim shtëpinë tonë. Si mund ta quajmë veten e të zhvilluar? Ne nuk njohim veten tonë. Çdo njeri është një univers. Unë nuk njoh veten time. Truri im punon me 12-13, maksimumi 13% kapacitetit ti. 13% në gjeni, jo kështu për ditë, ëh? Në momente. Po. Imagjinohet tani dhe unë pyes veten çfarë bëhet me 87% që unë nuk e njoh. Gjum. Pra, unë nuk njoh veten time deri në fund. Si që kemi të zhvilluar? Prandaj mbetet gjithmonë kjo misteri, ore nga vim, ore si kemi ardhur, si kemi mbërritur deri këtu. Ca gjëra I dim dhe shumë mirë që I dim. Po kushtaj që I dim të sakta. Ajo po, por edhe ca gjëra të sakta I dim. Po ama nuk është njohje e mirëfillt, po ti nëse momenti kur ti nuk njeh veten mirë, atëherë më fal, si mund të ndërtosh diçka të shëndetshme. Po të marrim penat e mëdha e Hesiodin, e famshëm, që ishte pothuajse bashkos me Homerin. I Homerit, po 50 vite më mbrapa, sipas studiosëve, flet te teogonia.
Gjash mit, ai flet për mitin dhe miti është aq i bukur, aq charmant. Është arti mirëfillt, është shkrim, sepse miti gjithmonë ka një bazë reale, pastaj mitizohet. Ka një bazë, është arti. Domethënë ka një bazë reale, është e përpunuar, pra mimesis. Dhe ai flet për 5 gjeneratat e njerëzve. Që flet ishte gjenerata e njerëzve të art, ku perëndit Urani, Gea, më vonë Kronusi dhe Urani dhe Gea janë qielli dhe toka. Perëndit e para. Kronusi është koha, kaosi, Urani është dhe shumë e bukur. Të ndaloj edhe një sekondë, se shumë e bukur qielli, perëndia e qiellit. Gea është toka. Toka, Gea. Dhe ka dhe një gjë që e kam dëgjuar nga astrolog, që shumë presupozojnë që toka është formuar nga rrjedhjet e Uranit në hapësirë. Urani, planeti Uran, atë Uranit planet. Dhe duke ardhur vërdall janë përplasur me një forca e gravitetit i ka bërë bashkë. Ka bashkë edhe thotë e nxjerrin astrofizikantët, që mund të jetë se për ta vërtetuar nuk e kuptoj. Interesant. Mi po shumë interesante që toka u martua me Uranin, me qiellin. E shikon si të del në mit? Të del në mit. Pra, miti është arti. E prralla, e legjenda me atë charmin e vet është arti. Domethënë një gjë që mund të ketë qenë reale, është përpunuar, ish futur mistika brenda, ish futur hiperbola, janë futur metafora, janë futur gjithë to elementet artistik. Shumë interesante. Dhe ai flet për këto 5 gjeneratat. Pastaj vjen gjenerata e njerëzve të argjend. Po. Pra e të parët ishin njerëzit e art, po. Me cilët perëndit këshilloheshin, pra ishin dhe ata perëndi. Po ne çajemi tunxhë. Ne jemi epoka më e errët sipas Hesiodit, epoka e njeriu të hekurit. Të hekurit. Okej, mirë. Pastaj vjen njerëzit e argjend, pastaj vijnë 2 epokat e njerëzve të bronzit, ku periudha e Trojës, pra periudha arkaike ka qenë epoka e dytë e njerëzve të bronzit, dhe pastaj vjen mysybeti njeriu i hekurit, që është më i keq. Edhe ndryshkët. Që është më i keq. Edhe ndryshkët. Kështu i thot Hesiodi. Po edhe rezistoni shkreti, edhe reziston. Po patjetër. Është në natyrën njerëzore, si në natyrën e çdo lloj specie biologjike të rezistojë, të mbijetojë. Është një instinkt. Neritan, si e përballon presionin emocional të rolit? Dal në skenë për të shijuar. Ma ka thënë profesor Piro i madh, hyp Nerita në skenë, sepse në fillimin e kishim shumë emocione. Edhe dridheshim, ishim edhe apo ta bëra kot pyetjen se tani me kaq vite karrierë sa ke di. S'harroj asgjë. Po nuk harroj asgjë. Dhe më ka thënë profesor Piro një moment kur isha zbardhur nga emocioni. Ndodhi diçka në prova që mu fshi tekstin, ndodh. S'ke besoj të ketë aktor në botë mos i ndodhi ndonjëherë, jo, dhe unë isha shumë i ri dhe u fillova të qaja nga. Dhe erdhi profesor Piro i madh, që e njifte shumë mirë aktorin, si ishte dhe aktor vet, më thani, ligje, mos e qaj kohën, fare, hyva ti edhe bëj qef, po u knaqe ti, ai që është atje poshtë për spektatorin, knaqet vjetër. Nuk ishte kuptimi, ai nuk e tha në kuptimin e bëj qef tallu. Knaqo, shijoje. Dhe ashtu është, kur ti e shijon në skenë, publiku e ka shijuar 10 herë. Sa kohë i duhet për shembull një aktori që të fillojë ta shijojë? Mos ketë atë presioni që un kam një rol edhe duhet ta bëj. Këto nuk janë formula. Ti ke aktor Landi i madh, që Landi e kishte skenë bukë djathtë, e kishte kuzhinë e shtëpisë. E kishte kuzhinë e shtëpisë, në skena i ndjej mirë. Edhe ta përçon. Rrezik edhe kur dilte për të bërë një xhiro nuk ndjej aq mirë sa ndjej në skenë. Edhe ta përcjellaj, e kupton më një herë. Ishte shumë mirë në skenë. Ai në premier kishte emocione. Dhe unë thosha, Lando, kaq vite, kur hapet ajo goja e Luanit, thoshte për perden. Sa mirë, imitoj. Për perden. Dhe kjo ishte gjë shumë e mirë. Ai megjithatë provoi, megjithatë siguri që përmonda Landin, po ashtu kanë qenë gjithta brezi art. Kishte emocion, njësoj si ditën e parë, ishte shumë e bukur. Shumë e bukur. Ti shikoj gjitha ata gigant, ata ishin shkollë. Secili prej tyre ne mësonim. Ishin shkollë. Ti shikoj, më thaj, buza ishte shumë e bukur. Dhe ajo është pjesa më e bukur e profesionit, kur ti përpëlitesh, kur ti vuan, kur ti krijon. Në fund fare, aktori po ta thjeshtëzojmë logjikën e aktorit, është një mitër. Ne lindim qenie njerëzore. I marrim të vdekur nga letra,
e zeza mbi të barë, sperma, në kuptimin artistik të fjalës, dhe i japim tecur, i japim nerva, i japim kocka, i japim mënyrë të foluri, i japim energji e tjerë. Pra lindim krijesa, të cilat lindin në orën 7 kur hapet perdja dhe vdesin 10:30 kur mbyllet perda për të zgjuar dhe për të rikrijuar prapë të nesërmen. Ky është një cikël shumë i bukur, por është goddamn hard, thonë amerikanë. Që më lër ta kuptoj. Shumë e vështirë. Më lër ta kuptoj. I madhi profesori yt të tha që dile dhe bëj qejf. Knaqu. Shijoje, ta themi të shijoje. Ai boj qef. Me piron, e ke bërë. Po. Boj qef, ai kishte knaqur. Shijoj. Tani. Dhe aty nga ai moment ajo më bë moto pastaj. Ajo më çliroi për momentin se nganjëherë ata ishin mjeshtra shumë mëdhej, ata të fusnin prasin kuptimin. Ditë të thoshte 2 llafe ai që ti, dili aty. Unë jam më i fortë, jam më i miri, po. Sepse ai dinte të gjente mekanizmat. Se ishte pedagog dhe regjisor i madh. Po unë e bëra moto pastaj. Cili ner dil dhe knaqu, shijoje. Cili është raporti yt me tekstin, se dua ta kuptoj këtë të shijuarin. Se ti më the që harrove tekstin, u zbardhe se iku blackout. Po raporti yt me tekstin. Raporti yt. Profesionistë është pikërisht edhe kjo, dish dalësh nga situatë. Për shembull, një nga elementet më të bukur të profesionit tonë që unë e adhuroj është përshtatja. Ne quajmë përshtatje. Improvizimi kështu, apo që e themi ne kështu, profanët, Improvizim. Është një nga elementet më të bukur, sepse krijon ndonjëherë magjinë skena improvizimi ose përshtatja. Teatri është i bukur dhe për defektet që ndodhin aty. Është i bukur, dil nga situata valla. Su prit ta them edhe herë. Na tregosh një situatë në Ritan që ke dalë, s'është bën re fare. Ka plot. Po një që e mban më ndoshta apo që të ka ngel në mendje. Ose që kur e kujton që është më të madhe. Për shembull, ajo un po tregoj një gjë shumë të bukur prap me Landin e Ndier. Ka qenë i mrekullueshëm, ka qenë. Ka marrë shumë madhe për të. Në Indi. Jepnim shfaqje. Në Indi, në Delhi, në New Delhi, se Delhi ishte Rajkapuri. Jepnim shfaqje në një vërtet, ghetto. Edhe jepnim shfaqje. Një moment kishim një mizanscene unë me Landin që shkonim gati në fondal dhe unë thrisja Figaron. Nga Dasma e Figaros. Dasma e Figaros po duanit. Dasma e Figaros. Dhe duhet vinte Elidoni përballë që ishte Figaro. Domethënë, ne vinim dhe përballë na vinte Elidoni aty. Mi po teatri i ri dhe nuk e di pse që Elidoni është gjerman në punë, shumë i përpikt. Atë moment nuk u gjend aty. Se si duket gatroj kulisat edhe kur jeni një teatr tjetër. Edhe ngelëm dhe unë tash fillova duke bërë tekst nga vetja. Që ta mbushja, sa të vinte. Edhe ku është njëri ka shërbetor, të më thras fillova të fut batuta të tilla. Mbushje kohën, po. Stjepja kohë që të futej. Kur Landi Rahmetos. E mo thuaj në aty të vitha, shqip. Dhe unë hiç mendja që ishim në Indi dhe them në z. Landi çfarë bën? E mos janë indian fas di shqiptar. E imiton e qanë me theksin e Korçës. Po pse po mbahej? Dhe shiqa këthjelësi e kishtë a njeri unë se pata të këthjelësi. U i thash Landi çfarë bën? E mos janë indianë dhe ku di shqiptar ta. Po pse ju në çfarë gjuhë po? Shqip. Jo, në çfarë gjuhë? Në shqip. Në shqip. Po në shqip. Por ke simultane që. Ishte me ato. Janë titrat. Titra. Por zakonisht pjesët klasike nuk bëhen me simultane, se tash Shakespeare e njeh gjithë bota. Ai mund mos kuptoj llaf për llaf, po e di për çfarë po flet personazhi, se njeh Hamletin, çfarë thot Hamleti, Gertrudën, Claudin etj. Pra klasikët që janë të njohur në gjithë botën vijnë gjithmonë simultanet, domethënë ato titrat. Por për klasikët nuk është se ka nevojë. Për shembull kam parë edhe Hamlet japonisht, shumë shfaqje e mirë dhe s'kisha nevojë fare sepse dija tekstin. Hamlet japonisht është Rani Akira Kurosawës. Jo, Kurosawa, ai ka qenë regjizer nga më të mëdhenj të botës. E ka ekranizuar. Po. Ka qenë një nga regjisorët më të mëdhenj filmin në historinë e njerëzimit Akira. Mos më shaka. Jashtëzakonshëm. I madh. Jashtëzakonshëm. Po edhe kjo historia ishte jashtëzakonshme. Nuk e di. Pasi u tregova shumë e papërmbajtur në të qeshura. Po më qeshej. Ka plot. Ka teatri i bukur dhe për këtë është magji edhe për këto. Vdes çdo natë në orën 9 dhe ringjallesh prapë në orën 7 kur hapet perdja. Dhe ringjallesh prapë. Edhe vdes dhe ringjallesh prapë të nesërmen. Është shumë proces. Asnjëherë njësoj kam përshtypjen. Asnjëherë, do ka aktorë që janë mekanik. Quhen aktor mekanik që janë për natë njësoj. Një aktor i mirë gjithmonë lëviz.
Dhe është momenti Neritan që meqense po flasim për aktorë të mëdhenj të bëjmë një homazh për ata të cilët të mëdhenj të skenës edhe të kinemas që sot nuk jetojnë më gjatë këtij viti, kanë ndruar jetë shumë të mëdhenj. Edhe vjet po kështu. Patjetër, Enver Petrovci ishte i fundit, që u nda nga kjo Baca Enveri thoshon. I madhi Dimitër Anagnosti, zonja e madhe Margarita Xhepa, Piero Milkani, regjisor i madh, të gjithë janë të mëdhenj. Të gjithë janë të mëdhenj. Naun Shundi. Dhe Nauni ishte një mrekulli. Fisnikërin e vet, me qetësinë, filozofinë e vet heshtur ishte. Shiko, kanë qenë të mrekullueshëm. Jo, ata janë akoma të mrekullueshëm, sepse kur hikin ata fizikisht, po veprat e tyre mbeten kujtimet, mbeten ajo që ka bërë. Kjo është magjia e profesionit tonë. Që un po të bëj një pyetje. Kush ka qenë ministri e kulturës e fundit e diktaturës Hoxha? Se di fare. Po Kadri Roshin dhe Violeta Manushin ja dini çdo film. Apo jo? Po. Prandaj ata nuk hikin, ata largohen. Për mendimin tim, po nuk hikin. Nuk zhduken. Jo, largohen. Janë të përjetësuar në veprat e tyre. Po sepse janë në veprat e tyre, unë do i shoh prapë. Edhe kur ti e mund në prag të vdekjes do i shoh. Edhe do më kujtojnë, jo vetëm puna që kanë bërë, po do më kujtojnë edhe shakat, po pse jo dhe lodhja, po pse jo dhe debatet e forta, se shumë i bukur, kemi dhe debate, që është pjesë e bukur e punës dhe ajo. Ty të kujtojnë udhëtimet, turnerat, gallata, qyfyrja, po dhe lodhja, po dhe stresi. Dhe ato janë shumë të bukura. Më kujtohet që ke treguar një histori në një studio tjetër me të madhin Kadri Roshi kur ishit student. Kërë vepër fare. Për ullësia e të njeriu, të më ne ishim vit parë. Sa ishim full Kalamaj. O s'dini mas gjeshim Bryla komplet. Bryla tash sa mund të marrësh vesh në vit parë. Por sigurisht ne kishim marrë me mendin dorëzonim regjimin me artin tonë të madh. Fëmijë. Po pretendonim të rrëzonim sistemin komunist ne me artin ton të madh, ku sistemi të shtypte si mor, po çrëndsi ka kjo. Po aq naiv ishim në këtë sens e kish. Dhe kishim një lëndë që ospitim, quaj. Ishte praktik mësimore, ishte me mungesa. Dhe ne shikonim nga afër si punoi 10 ditë në teatr, 10 ditë televizion, 10 ditë në kinostudio. Pra shkonim dhe shikonim si punoi konkretisht. Pra shikonim punën konkretisht, përveç punës që bënim shkollë, teorisë dhe praktikës, ne shikonim si punoi në terren. Dhe kishte profesori im kryesor, i Taço Pecani, vinte dhe Elpra dhe Rush të Figueiredos me Kadriun e madh. Dhe ne ishim mbrapa profesorit. Profesori ishte tavolina e regjisorit provën me sallës, ne ishim mbrapa dhe shikonim si punonte, si punoi me dritat, si punoi me shikonim konkretisht punën. Mbaronte Kadriu i madh, jepte vërejtë dhe shkonim ne tani i bënim vërejtë Kadriut. Juve. Do më Bryla, njëri më debil se tjetri. Edhe ai ishte i lodhur nga provat dhe prap një përullsi e frikshme. Unë nuk e di që kam thënë se mbaj mend çaj, thonë se ishim 2-3 që përpiqeshim tregonim që ne shikose. Ne dim, ne jemi na foli murit dhe ai më edhe masita se ai provë që në fund fare ishte mit që atëherë. Nuk thoshte po, e di si shpuna çuna miru pafshim. Jo fare. I përullsi rinë. Po i voglim tha mua, pale çaj idiotizmi i kam thënë. Dhe ai mund të ketë menduar dhe me drejt çari. Ç'është kjo? Djalë. Por ai ishte shumë i përullur. Më dëgjonte me vëmendje, një çunak 19 vjeç, që i tregonte ai kishte ai kishte 39 vjet në skenë, unë isha 19 vjeç. Dhe prapë me një përullsi, ishte shumë të thjeshtë. Dhe kjo i bënte akoma më të mëdhenj. Nuk e ndjenin veten vipa. Dhe kjo i bënte akoma më të mëdhenj. Uleshin gjumë qytetarin dhe besonin. Bisedonin, dhe kjo i bënte akoma më të mëdhenj. Bisedonin dhe me atë që i ndalon të në rrugë. Dhe kjo i bënte akoma më të mëdhenj. Nuk janë si këta influenci, këta vipat sot që unë t'i kthej për i pëturoj ditëlindjen me që s'kan as edukatën t'i kthejnë një fansi që i euron për ditëlindjen, s'kan as minimumin e edukatës ta respektojnë për ato pak sekonda që ai ndau nga jeta e tij për të turuar ty. E ke për detyrim ti thua pak të faleminderit, ja se unë jam vepën se merrem. Ja, ty që je prej ti. Unë nuk e çrën si ka, e lëm këta në problematike. Je kafsh. I pa edukati, që tjetri të uron ditëlindjen e ti, s'ka të bëj as me. Kurse ata ishin njerëz. Nuk mbanin vetëm për VIP. Që
kur kalonte Bujo Lako me Timo Flokon në bulevard Bëj Grop, ose kur kalonte Kadarea, ose kur kalonte Kopmima, ose kur kalonte Sander Prosi. Gjithë Tirana kokën, ishin vërtet vipa në kuptimin populli I donte. Po s'kishin tangërllike me nder pordi, jo. Ashtu, dur në xhepa, tu pini cigare, si bëni xhiro në bulevard, njerëzish, mu fliste njëri, u fliste tjetri, shumë thjesht. Kurse tani bëhen vipa përpara se të bëhen artista. Pra raporti ka ndryshuar. Është përmbysur. Komplet, është komplet Totalisht përmbysur. Dhe për keq. Domethënë bëu një artist. Pastaj. Se vipliku nuk të sjell gjë. Po më të vjen mirë kur njerëzit të miklohet, ai ka dosh xhani, ai ka dosh shpirti, kur të pëlqejnë thon faleminderit, më pëlqen tjerë. Por në fund fare nuk është se është ajo për cilën ti je ske. Po më të pëlqen fakti që njerëzit të duan, po më shumë e bukur që njerëzit të duan dhe vlerësojnë atë që bën ti, po patjetër. Por nuk është ajo që ta bën jetën. Aq më tepër nuk duhet jetë ajo që të rrisi mendjen. Se nëse ti humbet punë, humbet marrëdhënie me toksoren, me njeriu, me qytetarin, me tokën, me atë të përditshme që ndodh, atëherë ti je shkput nga realiteti, atëherë kujt do realiteti do I flasësh. Se artisti flet rreth një realiteti konkret. Neritan, fakti që ne e kemi shumë gjërësisht, o them, të përhapur këtë simptom. Tek politikanët, tek artistët, tek personat të tjerë të profesioneve të ndryshme, dhe te njerëzit që s'kan një profesion, po janë bërë thjesht të famshëm. Qa tregon kjo për ne si shoqëri? Nuk është vetëm fenomen shqiptar ky. Është global. Është global edhe jashtë. Qa tregon kjo? Edhe jashtë vetë rria me 800 bodyguard sikur do e vrasë pas të vret më njëri të shikotësh. Është bjerrje është vlerave, qa është kjo? Jo, është mungesë personaliteti. Është depersonalizim, kur njeriu është I depersonalizuar, e ka personalitetin kaq të vogël, përpiqet ta gjejë atë nëpërmjet këtyre formave. Fama. Dhe të japë rëndësi vetes. Të luaj të famshmin, të luaj që janë të shëmtuara, më janë banale, nuk janë as pak të bukura. Është një film me kush të kërcënon ty mbaj bodyguardun që ti dukem atë që ky është personi, po kush të kërcënon ty atë është plaft. Është një film ku luan kërcënon ty tash. Ku luan Jason Statham, titulli I filmit nuk po më vjen, po nuk e harroj dot, edhe për një monolog të këtij Jason Stathamit 2006, s'është po të kujtuar më thuaj, Approval Junkies. Njerëz të varur si nga droga, nga aprovimi. Patjetër. Approval Junkies. Shiko, ti shef sot në rrjetet sociale shumë njerëz të vetmuar. Janë të vetmuar, por nuk e dinë. Qedhin Instagram, ku I kanë bë pushimet, çfarë pjatë po han. Shef vajza me buzë. Dhe ti kupton pse jeni kaq të vetmuar. Sa është vetmi. Ajo është vetmi. Momentin kur ti ndan çdo intimitet tëndin me dikë që as të njeh. Kjo tregon se sa I vetmuar je. Në fakt po. Rrjedhin çdo gjë. Dhe kjo tregon se sa sa I depersonalizuar je. Përpiqet të shesësh diçka që të fitosh nga dikush një që as nuk e njeh, as nuk e di kush është. Harxhon orë të tëra për të nxjerrë shalën e bukur, se ç'kan këtë manin që I nxjerrin aparatet me nderen, tamam sigur po tregojnë mallin. Do sa pasme të bukura ka. Dhe ti harxhon 4 orë nga jeta jote për të thirrë fotografin, për të bërë atë që ti nxjerrësh në Instagram, për të numëruar like. A kupton ti? Që ato 4 orë merr më bëj një shëtitje në kodra mos e të bën mirë. Një është pak edhe produkti kohës, që edhe ka fitime nga kjo është kthyer në punë tani. Për pjesën ka nisur me ato tendencën, më bëj një like, më bëj një koment, më rriten. Ma tani të njerëzit po kthehen në të rëndësishëm për botën e biznesit. Ore, sa do vazhdoj kjo gjë? Do ketë një fund që shkurtër. Nuk besoj që është për gjatë. Nuk është mënyrë se ti nuk prodhon asgjë, fiton lek, po ti vetë nuk prodhon gjë. Që të prodhosh diçka të mirë, jo. S'prodhon gjë, po. Faktikisht ti nuk prodhon asgjë.
del aty prej influencerave, lën nam, fillon bëhesh objekt para gjykimit dhe gjykimi që njeriu e ka kështu sidomos shqiptar, jo ka frybuzet, jo s'ka frybuzet. More like dhe klikime, more dhe 10 lek, 1 milion març sa dush. Po çfarë provove? Sa e plotsove ti veten tënde? Sa e rritet ti veten tënde? Asgjë. Pra, thjesht bëre ca lek më shumë dhe nuk plotsove asgjë nga ajo çka vërtet ty ta bën jetën, që janë këto dhe këto. Mbase se kanë kuptuar akoma? As kanë për ta kuptuar. Unë thash pak më përpara. Pranga më moderne e njeriu sot është të qenurit i suksesshëm. Duhet të jesh patjetër i suksesshëm dhe për të qenë gjithmonë i suksesshëm, ti harron parimet themelore njerëzore. Duhet të jesh patjetër i suksesshëm. Po pse duhet të jesh patjetër i suksesshëm? Domethënë nuk na lejohet që të mos jemi të suksesshëm. Ashtu. Pse? Ku shkruajt kjo? Njeriu më tepër mëson nga gabimet. Jo, i suksesshëm. Absolutisht dakord. I suksesshëm. Shef Lalierin në Rafmet Past në Burg tani. Super sukses. Ta i të jepte nga 10 lajme në ditë super suksese. Dhe ti thoshte 10 në ditë. Në një muaj 300 super suksese, po pse jemi kështu cop ne? Në muaj ai na jepte 300 super suksese neve. Po pse jemi cop ne? Ku e kem Burg? Unë gjithë rritet një falsitet, një gënjeshtër, një mashtrim që në fund fare s'të shërben për asgjë, se shkon atje në Burg edhe të rrof ty VIP-in që e mështes që thu pun bëri, pun baruari, të kishte një 3 si ky shqyr që ishte vetëm ky, se të ishin 3 do na kishin lënë pa brek dhe nuk kanë turp tani të kërkojnë as falje publike, që kanë mbështetur një kriminal. Sepse është kriminal. Është një kriminal ordiner. Dhe nuk dalin tani të kërkojnë falje. Thon, na fali, është prezumimi i pafajësisë. Jo mo. Qartë. Po gjithë ato para me paret e pensionit mamit? Të paktën tani nëse ke i fije moral si artist dil kërko falje. Po kërkoj ndjes. Unë kam mbështetur një njeri që ka thyer ligjin, ka vjedhur popullin dhe unë kërkoj ndjes. Nëse ke një fije moral. Por si duket s'ka për të ndodhur kjo. Absolutisht, se për shqiptarë që kemi të keqet madhe, sidomos ta vipet e kanë. Kur mos thuaj më fal dhe kur mos thuaj më fal edhe si më të mos them fal. Po falja të kërkuarit falurit është akt hyjnor. Dhe të falurit është akt hyjnor. Perëndit falin. Perandorët falin. Jo, nuk fal. Mos kërkoj asnjëherë të falur. Mos gaboj asnjëherë, gabon si lop dhe kur gabon shko kërko të falur, ej vëllezër, kështu e mendova për atë moment, kërkoj ndjes. Sa të fisni korona ajo. E tjetri të shef me si thot, prit njerëz, se ky tipi këtu nuk që ka beton, pas ka një akt reflektimi brenda vetes, përderisa po kërkon falje. E drejtë. Me që jemi tek vlerat që na bëjnë human në fund të ditës, dhe tek morali, dhe tek idealet. Si do të donin të kujtonin, po themi pas disa vite? Kështu siç jam. Një gjë kam që jetën e kam jetu me zemër. Nuk e kam jetu me llogari. Po të jetoja me llogari do isha shumë më mirë se tani, po do isha më pa fytyrë se tani. Sepse ka pas profesor Birxha. E trego? Se ne për këto jemi këtu. Batutë e madhe që ka të bëj shumë me çfarë. Shikoj, në antikitet aktori quhej Hipokrites, nuk quhej aktor. Po. Ishte hipokrit. Po. Me njëri me dy fytyra, vinte maskën. Po. Sa ashtu ka qenë teatri antik. Nuk quhej aktor. Aktore mori me Romën e lashtë, aktore, ato, act. Ato është akt me krynjak, pa veprus. Atëherë kishte Hipokrites se vinte maskën. Dhe thoshte profesor Birxha, aktori i mirë duhet të jetë zotri i nderuar në jetë, pra njëri civilizuar, njëri me edukat, me si, me kode, njëri i formuar. Dhe arigjin në sken, nuk e kishin kuptimin racist fjalës, por që të bëj gjithçka në sken. Sepse ashtu është, njëri do lush mbretin, njëri do lush rrugaçin, njëri do lush narkomanin, njëri do lush gazetarin. Pra, kjo është e bukur e profesionit tonë, që ti do eksplorosh profesione të tjera. Kurse ju jeni kundër. Juve jeni arigjini jetë edhe qytetar ndërkohë. Pra, është shumë filozofike, po.
Se s'ka fytyrë, nuk kanë fytyrë. Edhe të flasin për moral. E bukur. Nuk ka fytyrë për të dalë në faqet publikut edhe del thot dignitetin. Në sken, del dignitetin në sken. Jo, edhe në intervistë. Ndërsa në jetë, është jo RG, po që ti thuaj. A e kupton? Atëherë çfarë shembull jep ti? Kur ti nuk je në radh par njëri i besueshëm, si mund të jesh një artist i besueshëm? Ti si i besueshëm? Ti të ka parë gjithë Shqipëria që je shite e trafiku si mall. Çfarë të mbeti? qartë. Më se e qartë, mirë, Viola, është momenti që tani të vim tek këto pyetjet e shpejta për të Se u duk sikur për të zbuluar kishim kohë, po me Neritanin sidomos ka kaluar koha aq shpejt. koha ikën fluturon rufe. Tani nisim me pyetjet e shpejta. Jepje go. Shiko, po, unë do të bëj ca pyetje që janë të shpejta dhe përgjigjen e dua të koncentruar, koncentrat si thua. Siç vetëm ti di ta bësh. A ka një sken, monolog apo sekuencë filmi që të është ngulitur në shpirt? Ka shumë. Ka shumë. Por po them vetëm një. Okej. Monologu i Gwynplenit në Dhomën e Lordëve. Te njeriu që qesh. Ai është roman, po fare mirë mund të dramatizohet. Është Po dramatizuar. them një, ë? Po. Ja, si. Është bërë si monolog në shkollë, por ka plot pasë. Nuk po flasim për Hamletra e për se lista është shumë e gjatë. Po për shembull Aida ishte shumë i bukur. Sidomos për këtë kohë. Nëse. A ke një regjisor me cilin ke ndjerë një lidhje të veçantë krijuese? Shumë, sidomos me pedagogët e mi të vjetër. Sepse ata aplikonin iden që unë po edukoj artiste ardhshëm të Shqipërisë dhe do i trajtoj si fëmijët e mi, do i rris si fëmijët. Dhe me ata bëheshe lidheshe shumë fort me ata, sepse ata dinin të edukonin, dinin të t'jepnin profesion, dinin të ushqenin shpirtërisht, dinin të kryonin komodi, ishin fati ime i madh ka qenë në jetë, jo vetëm ime, për gjithë brezit ime kemi pas ata pedagogë patjetër. Sa mirë. Që i kemi pas dhe regjisor më brava. Libri i fundit që të ka bërë të ndalesh edhe të mendosh gjatë. Të gjithë librat, tani po lexoj Diell të gjithë dashnorët e natës të Kawakamit, një japoneze feministe shumë, po jo nga këto feministe fake. Feministe, nga ato që merret me studimin e fenomeneve të femrës, jo nga këto që ne jemi të persekutuar, se unë jam femër, jo, shumë interesante. I kam lexuar të 3 romanet, asaj, edhe Qiell edhe Gjinjët e Vezë, po i lexoj edhe këtë gjithë dashnorët e natës, shumë interesant. Para kësaj, pastaj që lexova para kësaj, Ovidin. Në antikitetin, janë shumë interesant ata. Greko-Roma, Heleno-Romakët janë sigurisht interesante. E vërtet. Një film që të ka bërë përshtypje, tani një film. Ti do ka filluar nuk para shoh shumë filma. Po pse? Sepse për se nga këta të fundit doja të pyesja, se s'po hym te filmat e mëdhenj, aty do flasim një orë tjetër pastaj, po them nga filmat e fundit. Sepse tani ka rënë filmi autor, tani filmin e bën producenti. Ai muhabeti që bën pak më parë. Nuk është janë të këqij, sepse ajo është industri miliardë dollarësh dhe aty janë të gjithë aftët që punojnë. Por i mungon ajo lëngu i filmit autor. Mungon ai lëngu i filmit autor. Domethënë ti shef një film perfekt. Marrim Gladiatorin. Që ka ca vite. Një histori që të bën për vete, me një hero, ku del gjithmonë heroje tjeri, bërë shumë mirë, loja aktorë shumë mirë, kamera shumë mirë, montazhi shumë mirë, historia e bukur, prekse tjeri. Por në fund fare është film ideologjik. Heroi vërtet që çliron botën, Supermani në një lloj sensi, deri diku. Po mua do më pëlqente shumë më tepër një I Am Sam. Një baba i vonuar që përpiqet të rrisi një fëmijë me gjithë dashurinë e vet, një rëzor ta kaput mes, dhe aty Champagne është shokant. Dakota Fanning. Mo shumë i bukur Gladiatori, epik, i madh film. Shef ata dy aty dhe ti ngel. Pse sa e merret me një baba dhe një fëmijë. Me një gjë të vogël në sytë tona të përditshme, po gjigante univers më vete në vetvete. Se si shteti bëhet brutal dhe do t'i marri fëmijën.
dhe ti heqi dashurinë prindërore, është si është. Një film që të bën të reflektosh. Dhe kjo fibër kinematografike mungon në filmat e ri. Ka filluar mungon të filmat e ri sepse janë prodhime, më nuk janë krijime. Është kjo arsye pse nuk ke filluar që nuk ishe shpesh apo? Yeah. Ka të bëjë me kohën. Bëjmë shiko, vjen një pikë në profesion, unë kam 30 ca vjet, që bësh shumë ta ngërllik si në kuptimin e fjalës, shumë përzgjedhës pastaj. Është eksperjenca dhe vite dhe një gjë do e plotësisht shoh, e drejtë. një gjë do e shoh gjithmonë dhe do e dëgjoj gjithmonë, edhe do e lexoj një gjë. Gjithmonë sepse është njohje. Edhe budallëkun më të madh unë do e shoh një herë. Ajo na ndodh edhe ne që nuk kemi eksperiencë në atë fushë, Patjetër. e dallojmë diçka. Patjetër. Do e shoh një herë se s'bën. Por pastaj kur vjen puna të shijuarit, pastaj dua atë artistike në vërtet. Ajo që të kap telët. Po, për shembull kur kap lexosh Eskilin, po ja fus tash. Do një ditë veçante, ka shumë të drejtë Kadareja te Eskili ky humsi ma. Do një ditë veçantë që ta marrësh. Ose Homerin. Do një ditë të veçantë, ti kesh një ditë që Ti ja kushtosh. Kjo ditë është për të lexuar atë. Pse, është edhe me një film të mirë. Qartë. Bukur. Tani, një pyetje të fundit kam unë, nuk e di për ty Egon. Në fakt kemi edhe ca pyetje të tjera të shpejta. Bëj edhe ato pyetje shpejt. Tipo unë këtë duhet patjetër t'ja bëj. Mirë, do ta bësh tani apo pas pyetjeve? Po ja bëj tani këtë pyetje dhe pastaj vazhdojmë ato. Okej. Kaluam 5 minuta vetëm duke u sqaruar. Okej. I kemi gjithmonë. Kjo ndodh. Janë tonat. Shumë mirë. Nëse mund t'i flisje në Eritanit 20 vjeç. Edhe ti thoje sa gjëra, që do I thoje? Piqu. Piqu rritu. Kemi pas jetë të vështirë po intensive. Në krahasim me gjeneratat e mëvonshme dhe jo se kanë faj gjeneratat për këtë. Por e kemi jetuar me zemër jetën. Kishim shpirtin aventurer, jetonim në një kohë diktature. Aty s'të falin për një lavë goje përfundoi jo ti. Ka pasur ndonjë gabim që edhe mund të ketë rrezikuar shumë? Mora ti smotra, deshe hëngrëm. Ishte një epokë shumë e vështirë, se ti mund të haje për një lavë goje, haje ti dhe familja. Por e kemi jetuar me zemër, kishte njeriu më moral, kishte njeriu më bes, kishte më dëshirë për jetën, kishte më entuziazëm për jetë, dhe pse ishim në diktaturë, shpresonim dhe luftonim se cilin atë të voglin ton, kurse tani gjithçka është bërë një pragmatizëm dhe një rehati. Njerëzit nuk aventurojnë më, kanë në kuptimin e mirë të fjalës, kanë frikë të sprovojnë veten. Jo, mjafton, marri rrogë aty më shtet, më shkeli me kom, që bukës, edhe me këtë justifikojnë gjithë bjerjen e tyre njerëzore. Justifikojnë çapa bukës. Më mirë pa çap bukë edhe me në këmbë se sa me çapë bukës edhe në gjunjë, për menimin tim. Për tokë, jo në gjunjë, për tokë, qilim, un po I jap tapet. Un po I jap në gjunjë, po I kursejca. Jo, më mirë pa bukë. Më mirë pa bukë edhe me dinjitet. Çfarë do t'i thoje në këtë, meqense po të flisnim për Neritanin 20 vjeçar, një 20 vjeçari sot që do të ndjeki rrugën tënde në kuptimin si artist, si aktor, mirë po kushtet janë ato që janë, për cilat ne kemi 2 orë që flasim, vështirësitë, sfidat, pasion. Çfarë duhet, cili është orientimi që do të jepi? Dashuria dhe pasion. Ato të dyja të nxjerrin gjithmonë diku. Të dashurit e një gjë, dhe të bërit me pasion, të ndjekurit me pasion e asaj rrugë, do të nxjerrë gjithmonë diku. Ka të bëj shumë gjëja që do. Jo vetëm me njeriu, por edhe me atë që bën. Një gjë që e bën. Shikoj, ne kemi dëgjuar plot. Ke dëgjuar, besoj. Ai Marangosi ka duart flori. Po. Filan hidraulik është artist. Çdo profesioni bërë me dashuri ka artin e vet. Jemi dakord? Kthehet në art. Çdo zanat që I bëhet me dashuri dhe me pasion bëhet bukur. Kthehet në art. Dhe fjala art nuk është vetëm për artistët. Ti edhe boksi është art e marciale. Pra çdo gjë ka artin e vet. Ka atë bukurinë e madhe, ka atë përsosjen.
nuk ka fund për sosja, është një proces i pa fund, por tentativa. Këtë do të thosh. Tentativa. Të përpiqesh. Arrin s'ka pikë rëndësi ka lufta, të përpiqesh ta bësh. Shkurt. Neritan, çfarë është më e vërtetë se e vërteta? E vërteta? Bëjmë këtë lojë fjalësh. Janë dy konceptet e mëdha filozofike të antikitetit, që është ai platonian, sokratian dhe platonian, dhe është edhe ai sofistëve që e vërteta është relative. Të dy palët kanë të drejtë. E vërteta është e vërtetë. Neritani vrau filanin. Një është. Pastaj, se si e interpretojmë arsyet, motivet, drejt shejtanin përbëjnë atë që thonë sofistët që është relative sepse varet si shikon e tjerë. Qartë. Pra, më e vërtetë se e vërteta, më e vërtetë se gjitha këto koncepte të dyja palëve, është e vërteta vetë. Bukur. Si do ta shihje botën me syrin e një kloni? E bëj. Kloni është një figurë shumë e bukur teatrale, skenike, e cila qesh se nuk qanë dot. E bëj. Një jetë. E bën në jetë. E bëj në jetë. Në kuptimin nuk dalë bëj si klonat. Jo fare, por shpeshherë nën qesh ose qesh me ironi, sepse nuk qaj dot. Jam lodhur së qari, duke qarë. Edhe të qash fisnike, se shumë vetë nuk e kuptojnë si do psi jo. Qante Akili përpara trupit Patroklit. Burrat qajnë gjama e maleve. Nuk qajnë të pandjeshmit. Ata nuk qajnë. Po burrat e vërtet qajnë. Bukur. I ke bërë gati valixhet? Për ku? Ndonjëherë, për tikur. Jo, si nuk e du shumë këtë vend. E dua shumë. Or mund të shkoj të punoj, qoftë se më krijohet mundësia, po patjetër, po un kam lindur këtu dhe do vdes këtu. Dhe e fundit. Po. Do më thënë, do vdes të orë mund vdes dhe në kin, tash po e fus kot, por do varrosem këtu në tokë time. Mund të më qelloj të më, se por unë jam shqiptar, i me shoqe shqiptare, djemtë e mia shqiptar, kemi emra shqiptar, vendin tim unë e dua pafund, me 1001 probleme që kemi. Përpiqem me modesti, aq sa mund të ndryshoj diçka në atë të voglën time. Por unë dua që guri rënd në vend të vet e para dhe e dyta njeriu mund të ndryshojë në këtë botë tashmë goxhate më të emancipuar, mund të ndryshojë dhe fenë, është e drejta e tij, mund të ndryshojë dhe emrin, mund të ndryshojë edhe shtetësinë, të bëhet italian, që është e drejta e tij. Absolutisht s'kam asgjë me këtë. Një gjë nuk e ndryshon dot nënën dhe babën. E vërtet. Pra të qenurit shqiptar ti përpjet hullu. Shemsie e ke emrin të... Nuk e kam atë që ka me shemsie është... Pra atë nuk e ndryshon dot. Pemën e gjakut dhe pemën e tamlit, pemën e qumshit. Atë dheun dhe më dheun se janë të dyja si koncepte pothuajse të njëjta, po i nënës dhe i babës. Më dheu dhe atë dheu. Ato ti përpjet hullesh bëu më një orkesë se ata që jetojnë në anerët hënës, prap ti e shqiptar. Dhe kjo është shumë e bukur. Unë besoj që kjo është mënyra më e jashtëzakonshme për ta mbyllur këtë podcast sot. Në fakt jo. Jo, kjo është e jashtëzakonshme, por shumë por ne do vazhdojmë. Kjo është padyshim e jashtëzakonshme. Mesazhe për të cilat kemi nevojë, padyshim ata që na dëgjojnë, po ne së pari unë. Neritan, meqense ti nuk sheh shumë filma, unë do të sugjeroj që të shohësh filma, sigurisht kur ka filma të mirë, sepse ky është kriteri që unë ndjek për të parë filma vet. Qoftë në shtëpi, po sidomos duke shkuar në Cineplex, duke marr këtë biletën që unë do t'i jap tani, bilet çift bashkë me bashkëshorten apo me fëmijët. Besoj bashkëshorten. Me këtë të doj zemra. Unë aty me shoqëni. Me këtë të dëshiroj zemra ty dhe çdo film që të dua, cilin do film të duash, kur të duash. Perfekt. Pa limit date. Perfekt. Ta gëzosh. Të falenderoj nga zemra. Ja një dhuratë që ja vlen. Po shiko, unë mund ta ruaj për shembull që të vinë në një film as një muaj nga ata që do unë se do e ruaj. Patjetër. Kur të duash. Mund ta shfrytëzosh kur të duash. Nuk ka një datë, ajo është pa datë. Tani në dhjetor, në janar, në mars, kurdo që të jetë. Ja, kjo, ja një dhuratë e mirë. Mund miq të bëjnë dhurata vetëm libra. Por
Ato që ti na ke thënë sot kanë qenë edhe më të bukura se kjo dhurata që të bëra unë. Urojt që janë thënë gjëra me sinqeritet, janë thënë gjëra me uroj që të ndikojnë sa do pak modestisht tek të parit e gjërave për të gjithë ne, ose nuk është puna i shef në Ritani kështu, dhe hajde të debatojmë, unë mund ta kem komplet gabim asnjëherë se absolutizoj mendimin tim. Por e drejta dhe e vërteta është që duhet ja themi gjërat njerëzve, vetëm kështu kemi për të zhvilluar si shoqëri, vetëm kështu do emancipohemi, duke dialoguar, jo duke qenë refraktar, jo duke shtyr, jo duke kategorizuar. Është bërë gjithë Shqipëria si fronti demokratik i kohës së Enverit, vën kishin ti e kështu ti ashtu, ku e di ti si jam unë. Ti nuk e njeh fare realitetin tim. E vërtetë është. Ti, dao, kulak, ku e di ti kush jam. Ti e këti, ku e di ti kush ti se di fare si jam. E vërtetë është. As më një fare. As e di fare çka kalon në këto filtrat e mi këtu. Kush ta jep ty drejtën të bësh prokurorin e tuazin. Ti. Me çfarë drejtë, me çfarë autoriteti. E drejtë. Se mirë kur e bën politika që e bëjnë ata të lodhurit atje. Po kur e bën dhe qytetari pastaj. Nice. Faleminderit, ishte super kënaqësi Viola, ne do të shihemi bashk javën tjetër. Jo, bashkë do shihemi edhe ditë të tjera, ne. Jo, ne do shihemi bashkë. Edhe më një herë tani, po themi kështu për ju, domethënë. Shihemi të mërkurën e ardhshme, ju e dini, orën, vendin, rrjetet sociale e ku do tjetër na gjeni. Mos merrni me vete ushqime sepse kemi bonot e mrekullueshme me shije dhe ngjyra të ndryshme, kemi ujin, kështu që vetëm dashuri dhe paqe. Peace. Ju përshëndesim. Kinotekën sot, drita në çdo skenë, 120 minuta mendime që s'flen, nga filmit e libri, magjia që bashkon.